për mu je bela. Jetën zemra jem ma bane qysh kur t'kam pa ti je bela. Jetën zemra jem ma bane qysh kur t'kam pa ti je bela. A thu je dashni, a thu je bela. Hajde, hajde ti, o moj bela. A thu je dashni, a thu je bela. Bigje, kalle, sonte me seda. Bigje, zeme, për mu je bela. Bigje, kalle, sonte me seda. Bigje, zeme, për mu je bela. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur, në Odeon, në Radio Televizionin 21. Edhe sonte do të kemi shumë çka të bukur, sepse jemi në një mbrëmje të jashtëzakonshme, në një mbrëmje të bukur, në një mbrëmje edhe të shejtë, 30 ditë të Ramazanit, as kom honger, as kom pije, kur t'vjen dita e Bajramit, bashk me kulen shkojmë në xhamie. Urime, urime! Pikërisht jemi sonte në natën e Bajramit. Nesër do të gdhihemi me ditën e Bajramit. Një fest kjo e bukur dhe të gjithë besimtarve, të gjithë shqiptarve të besimit islam, gjithë besimtarve të besimit islam, ju urojmë Fitër Bajramin. E ne ecim tutje, do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi këngë, humor, alegoria, humori, satira, sarkazma, do të jenë pjesë prezente, po do të jetë edhe kënga, do të jetë një mbrëmje bukur që ta formsoj e ta përmbush vikendin tuaj, po sidomos në këtë natë Bajrami. Jemi këtu në një skenografi vërtet për glamur, krejt shenjat e pranverës së bukur që po na vjen edhe furishëm. Shpresojmë që s'ka me pas minus, me i prish lullet. Këtë lulle nuk e prish, se artificiale jeni të e majt kullet që sa ku. Po të tjera ka rrezik. Le t'i falenderojmë nga zemra ata që janë suporti ju një fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, se janë ata, jemi na, është spektatori e telespektatorit që të gjithë së bashku e përbëjnë një armatë të tërë të një realizimi të bukur që quhet Odeon. E ne ecim tutje. Pa humbur ko, do t'ja lëm radhen e rendin humorit e më pas marketing. Zone e zotri, do t'vi me buja ka buja, Rahim Struja. Roma, mos të vret. Roma. A je mirë? Mirë. Vërtet po shkojmë ka vera, po kështu ky stili veçantë me të shkurtra. Hugo, Bob, sa ndollët I kom Hugo. E ku është bosi këtu? Bosi jam vetë.
A di pse? Nuk ka ardhur vera shumë gjë. Po? Po, nesër është Bajram na em. Edhe? Edhe son të emisionin krye ma herët, se të të muqu nesër Bajram për a Bajrami. Dëgjom, knashun me emisionin sonte deri vonë, edhe nesër që unë të relaksuar, të lumtur edhe festoj Bajramin. Pa i ke po ta shkullerat. Shkur ta majic për Bajram. Vend që me shku bia mja qilë derën. Mja u bu për haj Bajrami, oj hol, oj mutër, ata qohen. Për Bajram, na përshkuj na ndërs, pe lidhën vikendin. E dile në një hanë e martë, e tani mungëf mja të shkolla pa lidhe. Kishe djoli smut që ka e smut. E hup mësimin e kështu e. Po normalën e. Amo me pështu se gjitha ta musafir me i prite shumë. Kafe, qaje, ëmbëlsira. Bajram, mona e me ko shiritin e vetë Bajrami. Sigurisht. Do të me festu më knaq, ja, pa shkej ndërsën e për Bajram. Po jo veç kullerat, edhe të tjeret për bojnë. Po dhe të tjera i burra me kravata. Më nu që këta me kravata e në maserijet. O bu, një unë i ka bo femën e. Jo! Mas! Mas jo ku kam me duar trokit. Plus, më kanë thirë në punë, menager me punu i nalt. A menaxheri në altë, shumë mirë, bash mirë. Për themë në di që e kom thonë themë në stem. Po? Unë e tash nesër kur vimet morë, ta bëj me pipës, ti del. Me të kerit e ki fjallën? Jo, e më thash farë kjerë e ki. Thash kjerë në kam, ish pipëzën e kam. Ta bëj, ti del. Ti e të në e mojë, i posë. Mirë. A për menaxherë më kanë thonë, hajde. Edhe? Kimi javë qitë rrogat punëtorve. Po? Shka të nkohën punëtor, kimi javë kry problemet. Krejt, me rruga, me fatura, me krejt. Shkova në shpet, thash, bob, thash, më kanë thirë menaxher me një kompani gjigante. Mo birë, thash, se ku kanë të të bo budol. Pse? A i po të paguj, ka tha ty ti për mja boj gojlet atina. Edhe i meqëm, ma mirë që ashtu bob, ja boj gojlet vetës, se me shkutaj me pagu mja boj gojlet atina. Sigurisht, unë për luti... Shtë dashurum edhe kry. Unë për luti kurën e loren, mërë një që të gojle, po thoj një falen njërës një herë nuk. Për këtë si në dashurum e bo, ti a di që a dashuria? Qka është dashuria? Dashuria është ndjenje zjartë që linë mes dy personave të gjinive të këndërta. Ua, çfarë definicioni! E në rrë festash të gjinive të njëjta. Jo, pse? Ti jëmë bëbuën të u ka bo, më së kush spëkshirin atë. Së kush qka është? Para me ndërë, mas 10 vjetë të orë me tirë ndërë. O, na i ma bazi, mëre, hej! Ja! Ko marrë me ta lyp djallin për djallin, mëre, E unë që ka me thonë të në? Ti të shtu me dyjat. Falemderi që më kënderu për mik, e bujrum hejnë mrena, mëre burë. Burë vërë! Në të manonë me e, Ja! Më falë që në është atë burë në nervës. Ja. Ama unë me bu me të burë nervës. Po të kalzej nervat ka qërrel t'i bëj. Jo. A djena i indi gastrik, që është i lidh me tru, që ato të aktivizaj. Me bu me të bu nervëzën e o lukësi be të thirë të palën, o lukësi bi nervëzë. Ja, mos në bënë nervëzë. Edhe të bu na shumë nervëzë. Pse po bosh vetë nervëzë? Po qysh mos më bu na jem. Para 2 ditë e kesh me një vërrem si shi. Imaginaj se edhe këta më vërrem që vinë. Do vinë vërrem e të nderu dektin, do veç vinë më falë shpreje me lo më të me shurë. A i shonë më vërrim, halo pa hi me vërrus gjenozën, e kish këthuj kjerën për te pusht, që kur dojnë mi ma shpet me s'me nëndzon ka la bloku. A e so orë me vërrus ato. Po? Ata 2 tjerë që e bojshin gjenozën, so shpet që këshin, no, po vesh ta vërrusëm. Ta shonë nalë në burë se nuk e kena vjellë, po gjenozë e kena... Jemi rikëtyrë, kemi kaluar në një moment tjetër të veçantë, si çdo herë kemi thënë se kemi personazhen nga më interesantet, ata që na sjellin përvojat e tyre si pista të veçanta të sukseseve tona të përditshme. Vërtet, bëhet fjalë për një profesor të nderuar, një njeri që vjen nga akademia, nga dia, nga shkenca, një jetë të tërë, një strumbullar i fuqishëm i zhvillimit të shëndetësisë kosovare, e sidomos asaj stomatologjike. Zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor Dr. Osman Sejfia. Ajde, profesor Sejfia. E, profesor, mirë se erdhe. Mirë së gjeta në. Si e he burri dheut?
Jo keq, po shumë mirë. A slogani më i bukur që tani jetën për juve profesorëve tanë, sidomos për juve, po s'muj me lënë tu edhe Jusuf Krasniqin, akademikun, Mikun tanë të madh. sloganin më të bukur, më pozitiv, më njerëzor, si e profesor, u met me thonë mirë se shkelqysh. Profesor, na kemi qenë bashkë edhe më herët në një emision tepër të veçantë dhe kemi folë shumë, por në realitet me folë bashkë, me folë me juve, bashkë një javë ditë nuk mund të themi krejt ato çka e ke bon jetë, çka e ke arrit dhe çfarë i ke frukti veni. E shikova si vin tuaj edhe nxorra me qëllim, me bon, me i lexue, këtu duhet me prit gatë këta janë shumë faqe, po doktor i shkencave të stomatologjisë, profesor i jemi, profesor i mira studentëve të fakultetit mjekësisë. Stomatologjisë. Dy javë, mjekësi dhe stomatologji. Mjekësi edhe stomatologji. Edhe stomatologjisë. Sa je, s'mund e lënë stomatologjin, pa tjetër. Po aty është? Jo, du me koni përpikt. A me qeni përpikt, si gjithëherë. Sikur atëherë që me të mungu një ditë, s'ne edhe ishe në nënshkrimin, mo dhe ishte... Jo, më rejus mungi, shkoj shqit uvonoshis, nuk u mungoj. A uvonojshim, kështu në... Kur fillove me dhonë mësim fakultet mjekësisë, kështu si profesor? Mjekësisë? Po. Jo, mas pari akom një si asistent. A si asistent? Të tenitës dhe, në kohë Vitin demonstrata. 1981. Të vetë, në vërtet. Të vetë. Asistent i kujt ishe? I kirurgjisë maksilofaciale. Maksilofaciale. Dëman, shqiqa, boni, kur ka qenë profesor për të më thonë. Po. Duhet me folë sot një kohë, Mishko Bojovici ka qenë malazes po qelë shumë korekta. Asistenti tina? Jo, asistenti maksilofaciales. I maksilofaciales. Si titull. Jo, këta e ki mirë na imë se në Gjermani livet me profesorin. Me profesorin. Unë më konë gjithmonë i pavarën. Mirë. Gjithmonë i pavarur, me 1 milion vështërsi, një ditë shkove në Sarajevo me studiue a unise mjekësina, po qësh ndodhi? Kështu, une jem dashënu në stomatologji në Fojza, jo në mjekësi. Ma herët, ha? Në fillim. Edhe në shkollë mesme kur ishe? Po. Në gjimnazën e Pej? Jo, në shkollë fillore jem dashënu. A në shkollë fillore? A bënë më spjegu si kështu. Dëmon, në lagjen ku e marë prej Glogjanit, dëmon, të famshëm, njarin, fëqinje kom pas Stana Krushish, e martume për kryetarin e PS, Moma Krushishin, një zoje e Beogradit, se fojnë, po 8 vjetë kom i tu në Beograd, një femnat më të bukra në Beograd, e o ka qenë më bukra, i ty në zoje mave. Kish problem së më i komunikoj ke me pacientu, në veç i kisha mësu mirë sërbën e sërbërkratishtën, ishe privilegjum, marë në ambulantë. A që kujdes që për mu, tavolinën bëni detyrat, mi përkëfy me pacienta, e fash... Kjo është filorja? Po, gjatë filores. Dikun bi klasën e 5-6, ta. Aty, unë e jangulliti ka erë do qipa vetit, po avdar këta qipat, ose që ta komu bo, ose kur gjëti. Do komu stomatolog, musu dashuroven ato, se tani na dashurun heret në femra shumë atë vjetra tu i po kështu. Ate në kone ndalume me ligje. Au? Edhe, po shkurja jote në Sarajev, e kemi thënë edhe herën e kalume kur ishim në emision, po është interesante, me që më shilën rrugt. Jo, unë u vënova, më shku për shak se s'kisha lek, ndashta mu bë mësus, nuk vezi, përsërisim, shkuan në Sarajev të Hil Përleshi, vlaj nuk Përleshit, një njeri mërkull. Vlaj nuk Përleshit, Hil Përleshi ka qenë ai... Që më ka... Që t'ka prit atje? Më ka prit, shok i babës tim, një shok i mirë. A ka qenë furagji, furtan? Jo, a i ka pas shqitoren matë më lullën, se e dini Bego Ajami, a shqitoren matë më lullën e krejt elita. A shqitoren? Po. Edhe aty krejt elita e Sarajevës. Edhe të ndihmoj mu registru, njëherë registrove në Bejësia? Jo, isha vënu, jo, kështu. Fa je vënu për aty, fa të registrojnë veterin e vjetin tjetër, përgatitës për përrim pranus, edhe kalon stomatologji. Po është okej. Por mu qenë rruga marë në Beograd, në kryqitetin, dhe më shkun... Mirë, nëse ju jeni modeste s'po doni me kalzu, je tregu super i shkelqyshëm, një profesoreshe jashtë zakonshme të ka thonë, ti dosh me shku në mjekësi se e ki këtë dashuri, edhe të nimoj me shku dhe shkove në Beograd mjekësin. Kemi, mos ta përsërish 100 herë se kemi folë, po e bukura është se fakultetin e mjekësis, drejtimin e stomatologjisë, që ishte tepër i nevojshëm në Kosovë në vitin 1900 e kom kry? Po. 72 marrë vitën e mësusin. Fakultetin e mjekësisë, 5 vjetë fakulteti edhe 1 vjetë praktika, që zgjatë 6 vjetë, jo keni kry për 4 vjetë? Jo,
I kom kry për 4 vjetë, 4 muje, 7 ditë. 4 vjetë, 4 muje, 7 ditë. 7 ditë. Rekordmen, e ke thuj rekordin, ha? Po, alo është taj rekordin tonë. Tash, masi po dëmonë, plus kom qeneve bursistë të universitetit, dëmonë se kom marrë 6, po, bursistë të universitetit student të shkëllqyshën. A bursistë të universitetit, ha? A mirë, ta ka nimu ajo pastaj? Jo, më ka nimu se ajo konë me legje li ju me. Me që ato jenë bajtë? Tash të regoj një detali. Dëmonë, konkurova për bursë në pej. Konkurova në Deçan. Deçan i fajoj të shpërngu në pej, peja fajoj jarë prej Deçan në jarën. Ma më qëllën dhe. Asë një mëllat tjetër. Dhe prova, ma më ndesha mja herë krejtë në përëndim, kur po polim për 68-ën, kër e kom fitu bursin, demonstrata të u bënë, roka me një sërba të për demonstrata të shka, fatë gjujma acid sulfurik në ushtrime, kur po më firë dekani. Një buri mirë, do të me folë, Majanovici, i Zemunit, sot një, fatë ka firë dekani, ha, fash për qatë problem, hajli koftë, shkova, fa, kolega, pse s'ki këngru për bursë të universitetit, më qelen sytë, fash për kërës më kanë Deçani ku jem i lindon, peja ku jem rrit, se pa farësishin program. Aja te meriton një student i shkelqyshëm, se edhe ishëm shel konkursi, Firi Jovanoviqin e ko marë bursin, që ka qenë nga tisa 2 penzionat babit që ka pas atër. Ha bukur shumë, pastaj atje ke qenë i shkëlqyshëm, ke ranë sy shumë, janë interesante se keni qenë edhe plot emra të njohur, të fuqishëm, dikush në universitet, student i shkëlqyshëm, dikush në teatr, si Bekim Fehmiu. E njofte Bekimin atje, se më pas e ke pas mik? Mik e kom pas. Kër e lujtë atë filmin fantastik, një si të pullë, Puplave? Për shembull, veç një detalj të filmin. Mënyra e filmit se gota originalet e gjitha akademive të teatrit të filmit si fejnë gota. Po dhe fiton Kana i film. Fiton, kuptohet vendin e dytë, Shilimi Kleni ka qenë uhejse e programit, se s'ka mujt vendin e parë, se ndoket i që konë padashunun Bekimin. Kemi qef në shqiptar? Jo, është e vërtet. Si njerë ndoshta, e qpik film special, se ja bëjnë me hile. E mund filmin e Bekimit të shumë blow up i jevrejve. Po shkojmë atë tje, u këthy për Beograd, u këthy për atje, dulë në rrugën kryesuar të Beograd i Knajz Mihajlova, shkelqejkës të yllë, me lubët adishin e kretë, unë e ofrova, i fash unë jam që në vitin e dytë, fasha bënin e shkrim, po s'kisha kur gjo indeksin. Në indeks ka në shkru? Bekim Fehmiu. Po, e kom pas. Atë ka shpëtu indeksi, a ki gjallë? Jo, fatkesisht, po me tërgu se më ka shpëtu. Unë e kom pas 6 vjetë kom qenë në 3 mandate pra dekan, në fund çdo vitit e kom ka kopju, se ma mirë bënu kopje e mirë sa originali keq, sistemin amerikan që në fund vitit mi pru një njeri para më drejtues absolventa se din. Për shembull, unë kom pru Zekria Canen, kom pru Fadil Vokrin, Ali Podrimen. A kjo është në ditët e vështira? Po, të universitetit në shtëpi. E që e reakcionit ish, fash, rike dikon të qafa, të një kafe, dikon të këtash. Lorik ka najt me neve atje. Një qa po thamu në Bekim Fehmiu ka najt me neve. Shuk profesora, me vazhdu, me përgjegje. E ka pas lecin sidomos, Sabri Fizullahu Nagim Sopin, kështu, i ka pas bish të vjetër, dhe rritë gjithë verën me... Unë kisha, dëmon, në 96, kisha vendosa ata me firë. Pa të betu që zdojnë me dalë senu, pa të dëshfru djetë, po qka djali i Binajm Fehmiu, mësusit parë 1917, e mora mikun tamë, s'mu i papër në shpëtimin e vëmejën, e kem pas të Gjilani, dujmë shku që ta fa, jo s'dvjen shpëtimi, fa shajdi me mu. Do ishe me i befasu studentet? Po, si musafirin. Mi a shu Bekimin, shkum aty, i të regum, ju pash, aty e zbulem që ti, fa unë e kom dash në studiu stomatologjin, fa unë e kom dash më bu artist. E ja kujtova, ma dhe i biletat mi ka në teatën i Jugoslavijës këtë këshirë, konë maj fort i biletat i kujtova që i ka fëna sa e Katar, sa arvjen kënjeri, biletat mijat që i ka pas. I ranën men, fa qka roli jam, fa shpo, e kemi natën e këtu absolventave, unë e njerës të meritort, kulturës, të artit, shkencës, e përjujem për caktu. Meti. Fa e qysh, fash ndarkën e keme muzikë, fa bë një kompromis, unë do të vi studenta me kur këjtë e gjatë me studenta, nesër fash të fundit. Mi u fol, e ndarkë nuk vjetë, nuk erë. Fa bë që kom një kusht. Fash cili kusht është,
Fa një student që mjef, shku me pa më sallën në rrugën në pazar të din. Atë që kem pas atë marketin që konë, vëmën më shefëm, unë e hina aty, këta, profesor, kush është të musafiri i sontit nuk vjen për arsyna objektive, se fash nuk do t'jen, po do t'ju do t'ju këtu, pra ndaj, fa vetëm një studentës e mjef, kom e forë, qës mjef, Nuk vihes, nuk flasë. kur hini u qunë kom bekimi, e kom t'inqizu me dikun, do të Regjisori do të përpiqet me në nxjerrë Po. edhe në... është fjala fundit si artista. Gjatë apo fjala e fundit si artista. Nëse gjatë emisionit Nuk do të merremi shumë me këtë pjesën, po gjatë studimeve se ke studiu, ke specializu, ke një 8 vjet ka rome najtë në Beograd. Në ka një shoqërum nga këta emrat e mëdhej shqiptar tanë. Faruk Begollin. Farukin, pa tjetër, pejan. Ja, na mendojmë lokalisht, gjithë mendojmë lokalisht, po veprojmë globalisht. Global, Kombëtarisht. edhe kombëtarisht. Me Faruk Begollin, kush ka qenë me Ehat Musen, gitaristin, që ka pru... Gigantin e madh shqiptar që kemi, gitaristin. Fqinje kam. Me tërguni, ai ka 7 orë ka punu gitare, unë ka 7 orë kom lezu, po në dagjen tanë fantastike, nëna të najtë, nuk jam në... Fa ky jam i të nditën me tela, fa ky jam i të nditën me libra, fa ma mirë me libra se ki me tela. Me hatin që këta kanë qenë profesorët ma del, profesor Mazlomin, profesor Musa Agjin, ka qenë postdiplom, shumë tjerë, se më spiharaj dikën. Se më konë ma i rivë më përgveçin, ka pak e si nëzanë, si mirë më A u përkashin. ktheve në 72-ën, u ktheve me njëherë erdhe? Që do mon, e krya 72-ën, ero do mon, në pej e mora maksilën pse e mora, gjatë studimeve vishin shqiptarë, kryesisht 500 km mi bërë një operacion shumë të thjeshtë, këta do ta marrë specializim, rava në dur të një profesorit kolosal, profesor Shkoklevit të besoj e kom su zanatin mirë prej ti. Maksilofaciale, në? Do mon nëse kom, do mon 32 vjetë kërë i kom bërë, 8 vjetën e kom shu Beogradin, 8 vjetë, 1/4 të jetës, aty jem formu si ekspert, e më pjekë si njeri, pse jo, ata së në shumë. Dhe pastaj erdhe, sepse sonte si tem të veçante kemi 50 vjetë të krijimit të klinikës, Jo, klinikës, seksioni stomatologjisë. seksioni stomatologjisë në Prishtinë. Po, pika shuta që meritor është Imam Musa Haxhiu. Unë kujtu... Me të sketën ma për japën një duar të shqyqe, profesor. Do të kërgjoj një dy gjana shëndishme. Dhe mëna i mas Ferit Murati të më përsëri, sa shkenstari majma i biomiksi shqiptare, kos ku flitet Shqip, ata me ka thonë personalisht Ferit Murati, me rëfat që të kish pas hymer, a i kish sigurisht i kish fitu në bel. E kështu, më letë ndo ide më shku në përëndim, po nuk ishtë shumë letë. A të lindi ideja me shku në përëndim? Po. Më shku më pënu, më fitu pare shumë. A paten e ofertë kështu? Po. A ke pas ofertë me të nalë edhe në Universitetin e Beograd? Jo, si bursist i universitetit e ki të Me automatizëm direkt në, po nuk u nalë. Erdhe, a kishtë stomatolog në pej kur erdhe? Im koni shtati shqiptar. I shtati? Po, shqiptar. Shqiptarë? E po, do më konë pas ka pas? Po, shtat. Por në pej është qendra kulturës, e dijes. E di, ma ke thonë profesor shumë herë që Shkodra, Korça dhe Peja. Po. Nuk të kam kundërshtu, se kam dëshirë tjetë që ashtu. Po, jo, është e vërtet. Po, ato falim tjetër herë. Falim tjetër herë. Në mënë profesor Musa Haxhia, mandarimenë që ka pas në dikim. Filloj iniciative, në? Më shkot do mi qelë fakultetin ajde. Dush më najtë nga të, nëse se di nga i problem stomatologjisë, komisioni që u formu, në fotën në mishë dvive që i fanë, një 2 prej Beogradit. I fanë, mu s'keni objekt. Une, ajë më bëjke kur se dik objektin Beograd që konë kursu një fakulteti, fash po, objektin që na e qelim është 100 herë maj mirë se ju, ajë ka qenë samustar, më falë, shtepi ku ka najtë murgeshat, katolikën Beograd, dhe jo kanë marë. Fash na i kemi kushtet më të mira, më objektet, po. Të në shi, kur kalaj, hajde pishtim, nuk po qelim në najvjet dhe i sa të pjekën kushtet, qepi u bim stomatolog për i Beogradit, kemi bëllë, përshkojnë në Gjermani, kemi vendosë një rogë me unë Beogradi, një Prishtina. Cili vit ishte këj profesor? 74, 75 në qeli, përgatim po. Edhe sa shkoj njerë të vinë këtu, u bë këtë
rroga 3.000 marka, 3.000 marka kënë parë të nojnë atë kështat, fa Musa kam marështia ti, fa unë kam të njëjtin problem. Qish, po këta të mitë përshkojnë nga stërbajtera atje, përnojnë në bau shtel, dhe shkojnë të mitë si mjek. Si doktor. Mandej, disa edhe da që të ndoj vjetë me ndihë fakultetin, mas demonstrata të 2-3, Çka bisedoj me mbyll stomatologjin? jo, mjekësin krejt, universitetin të më njerë mas demonstratave. E bin një komision, dërë mja njësë për mjekësi, se mjekësi o konë zemra fakultetit. Bin Mehmet Begraca i madhë, dekan një bëhem, në dekanat, komisionin në Beogradit, në komision që donë Jorili Margeta, majnë emin, këj ka qenë hungares, me të cilën kom qenë specializim e ushtarak. E unë i afërsin, hunja di kaliftu më Skenderbëm, prince me mretneshen kështu, e i fot presorit, po du me ta Osman Sejfin, a bon. Më firë, a bon me më që den klinik, durëm të posta, din posta kohë të fakulteti. Po. Fa lefa ta, fa, a e mirë me dekanin, që qëndrësha mirë, po jo, fa truhet më të nëshkruan se i kanë në qamë të letat me mshel fakultetin, raportin ata. Me lekë është, se kemi kushtet, pa shajnë, shkoha ina, mi thonë, aj dekan një mosh, a dekan për firë një ashtë dole, fash dekan qështu puna, i kanë me jenar me raport që me mshel fakultetin komision për 7 vete, Beogradit. Fa Osman, non një përmend një përdin, fa diska dita që kanë hile, e firë ka pas litafetin dhe me qinë elektrike, fa Osman, a ki pa ku i tegër që të shrinë, ja musha, i trulloj e në nëshkruan që fakulteti i mjekësisë në Prishtini ka kurset më të mirë se në Beograd. Pra dherë kom qëllu, e kërë qele, e kërë shfëtu, në të njëtën, e kërë më shelem prapë e rëngjallën, vërtet, veçëndërum. Edhe pastaj deri në pension, pastaj e themeloni kirurgjin maksilofaciale, në kuadrë Po, të ishte qa, mu i mars të tash pilojmë, është mu i jemi, se në atë mu i kom lindë, në atë mu i të kom diplomu, në atë mu i të kom kryu klinikën, dhe që është marsi, është sërish vjen marsi. Sërish vjen marsi. Ashtë mu ju, ja? Po. Kom linë atë muj, me një ditën e demonstratave. Kom diplomu me 7 mars. Kom njësë me punu me 20 mars. Ka përnu më të. E më ke qenë nga mjekët e parë të UÇK-s. Jo i po në parë, po pacientin e parë. Pacientin e parë e kom pas në A 95. Për insulina shatë e famshëm, është gagos vëselsi. Sërish vjen marsi, sërish vjen fina, krënët dhe të gjallët bëhen lok. Vesë ashi, sturon lëndina, burria nuk durën lok. Si dis kujtimes, e midis këngës, faqet kryetrimi fjallë pa. Dërgëm badekës, e sytë fa pëmës, mërzis, soni vë kapak. Shërir vjen stina, e ne këjmo, por vetëm ashtë plakët kur. Uj vjen shpes, i rjell për bot, aj lartësohet si flamur, o si flamur. Dhe njerëzia vinë për kulen varin të nderim, një pëmbesa me roratën nisën fluturim, zemra me rgucim, lisi bashkëqim. Me ty gjithmonë e ball, me ty o legjendar. Dhe njerëzia vinë për kulen varin të nderim, një pëmbesa me roratën nisën fluturim, zemra me rgucim, lisi bashkëqim. Me ty gjithmonë e ball, me ty o legjendar. Që gjithmonë më kërkan këton, e di që kam emocionu, Po, kur do që jemi bashkë, emocionet për... Unë du më nalë prapë të marsi, se së në shku... Du më 24 mars është ditëlinja klinikës. është Sultani Nevruzi, unë jam gjysë Bektashi, se dajti kom Bektashi.
edhe frashërit të maj kanë qenë aty. Edhe duhet, kër u bën demonstratat të Atenitën, ishte për vjetori të 82-ën ishim klinik, u frigum gjithë, po unë e frigën e kontrolloj, mësu prej të ledzu ka pak, hinat kolegët për moment ishin frigu, fasha mos t'jam nëjnë, profesor Agime Gjallat, profesor Adili, disa në atë botë, profesor Betoni, keni më shku në vendlinjën time, që është po shkojnë këmroft vendlinja ati krytari talentum që u slavisë. Edhe keni me krem të ditlinjën qenë, se 25 majën tina, e këndohë. Ditlinjën e kush, do më qështu kom këmtu. Një ditë, në këtë javë, po ashtu kemi shku të gjithë në Glogjan, në vendlinjën tonë, bashkë sikur... Po nëjse, praktikë e kom vonë, subjektiv, po, është njërë, po... Ke pas dëshirë, rënjën prej atë. E fundit, po, se gjithë ditlinjë e krem të i mirë, dhe familja më organizojnë, veç një du më përmenë, ditlinjën 98-ën, 11 mars, pak për e ejte. Ramazan ka qenë, së kur që tash, unë esem për këtujt në ekipin e kryqit kuq vetën ndërkombëtar. Po ishte një franceze në ndikimin e sërbe që ti lufta fetare, s'po i gjatë, ton rrugës as nuk veza cigare, as hongra buke këshin marë, këshe po maj Ramazan. Kër shkum Gjabel të komandanti i zonës Dugagjinit, komandant, ma për mua, maj talentumi, maj vjetë kush ka qenë. Legendar. Bravo. Ramush Haradinaj, për fat madh i gjallë, për fat madh kemi mundësinë edhe me i duar trofit. Edhe, sa, në falenderu për pacienta, jo, i krym pacientat, thanë për dënë komandanti mu taku me ju. U falenderu anglisht që shpuan, tash, ata e nisën me folën me bete për ta, këju përgjegjë frangjesht ishin. Kur tha, une e kem kod dreke, dhe jo, tha, kem hongru shqim rrugës, tha, une kom një arsy, më ngrit nga një dolli se profesori, kushërini ka ditlinjën. Tash ajo që unë të në kone kërë një rakje mirë, që më fa, ju me i gjokë, vë i fash, po ti më mundohë me bëhe garë me mu, dhe më këm këmëtu ditlinjën, atje bombardojshin, u luftoj këj fash, komandantu se Ramos që shkëmur, prof ata punën e vetë, në du të akritë në ditlinjën, po, që të dy ditlinjën. Te ka fitojmë lirin. Profesor, po hecim në për karierën tënde, në për biografin tënde, në ditët më të vështira të Kosovës, bashkë me profesorët e tjerë, e vazhdut në studimin, dijen, shkencën, edhe pse na qeten prej universitetit në shtëpit shkolla, ditë të vështira. Po, shiqo, ajo që ka kembo, ajo të rëgon se do të me përsërit se na dojmë shkollën, e dojmë dijen, në takon dija se universitetit ka qelë rrugën për liri o për shtetë. Sigurisht. Po, e kem rujt. Asi shkollë ka kry prapë të Maria Curie. Kër atë pjesë të Polonisë, su këta rusë që përdojnë e pushtrojnë, ajo doktorët me ikë, shkon Pariz, ajo gjonë këtë burin e vetë. Pierre Curie, Maria Curie ka mësue në shtëpit shkollë. Sukuna, ajo i një fenomen. Po aty neve kanë mshelë, neve s'kanë mujtë. Sepse i kemi hapë vetë. Jo, me zortë, po neve mundëshin me nërë, po s'mujtën. Në ka rujtë zotë, ose në ndishim më rujtë. Për ndryshe, përveç operacionit parë në UÇK, pasaj ke shku në UÇK në vazhdimësi deri në ditët e fundit, ai organizojshi dekanati, jeni konë pas organizu mirë që me i quë doktorët tjerë në për salat operative që ishin pregadit në kushte të vështira, por ishin bërë. Po, dhe më thonë, kër u pregadit luftan, më tërgu drejt 2-3 vjetë, që i vikeja, kërë e njëm, aja fjara populore, që ka shenë kërë Shqipërit në Shveje, po Sloveni, Kroaci, Bosne, duke mi buka, e pari që ka thonë, që i duhet më bugati, për ljullë ka qenë shpëtim rove, po që i të hutën kra, se fitojmë lirin. Herën e kalume kemi folë për shpëtimin shumë, dhe atyre që s'janë, ju bëjmë homaz me të duar profitës vësaj. E meriton. Aja ka thonë që i duhet më përgaditë, e kemë nisë më bo materiale mjekësore, jo, kështu, mandej, kryqi kush në të komtarë mos mu i keme përru mjek neutral. Përshka, hera parë që i bërë me mjek vendor. Përgaj që asaj punë ka qenë absolutisht shpëtim robaj,
Kjo në fakt që lufta e merr më të mirë. Keni qenë shumë aktiv të tjerë, po e bukura ka qenë, deshta këtë ta themi bashkë që një ditë dekanati, sikur që ka heqë kukën, në thjesht të gjithë bashkë keni organizu dhe nëpërmes dekanatit. Operatorët më të mirë gjithmonë kanë shkuar nëpër zonat e luftës edhe kanë bërë operacione. Dikush më shumë, dikush më pak, po e rëndësishme edhe aty jemi organizuar. Ata që janë tu çdo më kallëzuar se do të më të nxashmi. Disa po s'do ti përmend, po në libër jam të shkruaj këtë pjesë. Pikërisht deshta me ardh këtu. Në kuadër të krejt punës tënde shkencore, profesor, më falë që kam me thonë, po vërtet kemi pas edhe të kemi profesor gjigant kështu, ajo shtylla ndër ata që... Semi vetëm, ka tjerë se unë. E di që ke dëshirë të gjithë me i falenderu dhe unë gjithë profesorët e mi, po edhe kolegë tu në stomatologji, Eduard Rokas, në gjithë dashurin më të madhe dhe respektin se ne keni bo universitet, dije, shkencë, deri në kur i nikon aty, gjithëhere. Në kuadër të këtij asaj jetu përgatit një libër. Çat libër, profesor, e ke synim me bë libër universitar? Jo, jam të përgatit, po jemi, se jo vetëm. A jemi? Ky libër o pak ndryshe, se tana punë djetë i kom pak ndryshe, my way is different, rruga e me pak... Domthon Universiteti Tiranës, Prishtinës, autor, jemi 13 autor, kirurgji maksulofaciale që do të jetë meritore, kurse recenzent janë profesorat gjerman, sloven, irlandez që do ta qenë të vlerësu. Jemi pjesën përfundimtare, në vjerë do ta kem librin. Do ta bëjmë promovimin në këtu. Duhet ta bëjmë këtu, me patjetër, kjo është prej juve vara, kjo prej meja. Unë do të jem më i lumtur në botë që profesori... Është një libër, domethënë, që tash kom marrë shembull një perëndim që më mirë më kon kopje e mirë se origjinali i keq. I kom të gjitha profesor që i bojnë, pjesën anatomike, të e shkun anatom, Bajram Nura e tjerë, mikrobet luli, kirurgjisë maksulofaciale, se ka një pjesë, jemi 7 autor për Kosovës, për Iliridës ose 4, për Shqipënisë 4, libri do të jetë i 3 universiteteve. Zbesoj që libër i përbashkët. I shkencëtarëve, i profesionistëve kulminantë, dhe do të jetë një vlerë e shtuar në duart e studentëve, sigurisht, për studime. Do të jetë tekst universitar, apo? Do të jetë meritor, unë besoj në konkurent me librat që janë përëndim. Në përëndim. Unë e modest për që të përbëj kompromis për jo Modestinian, është konkurent me gjitha librat e Evropës. Që sa vite e pensionu? Unë e pension hala po përmënoj. Me datë? Po, kom lind domon në ditë 28-ën, nëmrat e 77, i shkute 77, po i aktiv, përveç librit i aktiv në përgjësi, je dhe duke punu, profesor? Po, punoj, I have a dream që ka fonaj, një donarën të mija ka qenë më shku me punu në Shqipni, se kom punu në shumë sala në për Evropë kom punu, tash në Shqipni punoja me sukses me kolegë, tash sot kom që kontratët për një spital meritor ku do të... Në United, e? Po, kontratë që do të vazhdoj kirurgjinë maksulofaciale. A mujna me thonë që edhe në Shqipëri ku punon, edhe këta, edhe të libri, e kanë fatin e rallë, e kemi fatin e rallë që na shkruan na flet një njeri që 1986-ën doktor i shkencave të stomatologjisë në Prishtinë, Fakulteti i Mjekësisë. Në 82-ën Akademia e Mjekësisë Ushtarake në Beograd kompletoi studimet postdiplomike. Në ushtarake ke qenë? Master, magjister i shkencave. Vetëm tash prap duhet me një vërtet, vetëm atë temë e mjekësisë ushtarake është magjistratura e mjekësisë ushtarake. E mjekësisë ushtarake. Luftarake, po. Akademia e Mjekësisë Ushtarake, Klinika e Kirurgjisë Maksulofaciale dhe Orale në Beograd. Po. Përfundoi specializimin në kirurgjinë maksulofaciale me rezultate të shkëlqyeshme. Se po shkojmë tu mamrapa atje, përfundoi shkollën mjekësore, 73 ushtarake në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Ushtar ke qenë këtë? Jo, në kuadrë të asaj armatë tash, kanë pas mjekët, në kanë qu për mjekësi ushtarake më shkollu, pas fatë që më kanë imu shumë kërë bo lufta këtu, më gjetë ma mirë. Absolutisht. Një vit, ha?
Jo, A 2 vite? 6 muaj ajo ka. A, 6 muaj. Ajo ka qenë mas fakultet. Ajo si farë specializime, se tash që po shkojnë trejnime, këtë 6 muaj. Asistent në vitin 1981 në Fakultetin e Mjekësisë Stomatologji në Po, Prishtinë, po. docent 1987. Po, Profesor inordinar 94 e profesor ordinar 99. qaq. Qaq. Ama punime shkencore, pjesëmarrje në përsosjet profesionale, klinika e kirurgjisë maksilofaciale në Dresden. 2007, 2006-2007, me Dresdenin, vetëm kem ri që në kanë bënë me që studentat praktike mi prua ata të na. Atëherë, kjo shumë e bukur Jo, se pas luftës. Mas luftet e? Mrekulli kjo e jonja Po. e Republikës tonë. Po, unë kom që. E në Romë? Në Rom, 2005-2006 në Romë, Në klinika e Rom kam qenë, kirurgjisë po. maksilofaciale. të profesor Skopeliti. 2003 në po ashtu klinikën e kirurgjisë maksilofaciale dhe orale në Graz, Po, Koqa Lëvizje. Pastaj në Zagreb, kuptohet. Zagreb mo Si shpinë teme kom pas. 89, 90, O, si 91, shpinë teme. 2006, 2007. Aty, vesh një gjë, aty ka qenë me Shkoklevi i Beogradit, profesor Viragi duhet me përmend, ajo është 100 kirurg maksilofacial më të shekull 20 i ka shpallë Amerika. Një dashamir i ma jashtëzakonshëm E kishe shqiptarëve. mentor? Jo, bashkëpunëtor. Ka ndrujet, po ai 11 herë ka qenë në Kosovë. E 96 në Londër, sa Po. najtë atje? Jo, Eastman Hospital. Një lloj subspecializimi, ja? Po. Kur ke shku në këtu, profesor? Ti ke marrë pjesë tamam edhe në operacion, edhe në... Po, do më thonë, gjithë fakt, këtu klinika kom marrë pjesë aktive në operacioni, kom asistu. Si më shkuj vetëm, unë e kom praktiktu, kanë shumë asmene për këtu klinika, ngavnimi, flanza, mergimja, mështë zana, bashkëpunëtor të mi, kom shumë asmeje, se nëse shkoj vetëm, më një unë nuk furët garve, o njeri. Ja, sigurisht edhe keni qenë njohur që e keni organizuar ekipin në mënyrën më të mirë, Po. edhe në kirurgjinë maksilofaciale deri në fund, edhe si prodekan. Dekana u bënë një herë? Ja, A nuk bënë, a? ja, i ria, ma vonë. A- Po, si prodekan kom qenë i vetëmi që ka qenë 3 mandate. 3 mandate. Në kohët më të vështira. Pjesën arsimore, a? Sa jemi të fort maksila, profesor Viragi që konë shumë rigoroz, i ka qenë në Bulgari o në Rumani, mi vizitu para se mi në Evropë që agjendi, kanë klinika ju është 50 jetë para tyne. Fëmita shku në rrugës tonë? Po, ma mirë se une. A dhe ma? Po shumë e bukur, kur darë dhe pikë në ndalë, profesor, shumë e rëndësishme. Po, Sepse edhe, për shembull, kur uleni në shtëpi, a bisedoni veç për maksilofacialin edhe tema tjera? jo, kemi o tema tjera, se nëse nuk folë tema tjera, në përëndim ishin ata që zdin veç profesionin, për që ishin kretena profesional në përëndim. Kreten profesional. Nëse veç profesionit im përba. Krym pjesën profesionale, edhe mandej tema tjera gjithkush. Sa specialista i kënë zirë në karrierën tonë, men? Magjistra, doktora shkencave 20, një 50. Magjistra, doktora shkencave? 13 magjistra, 8 doktora shkencave. Ata shkëm Edhe komentarion specialista, do Zagreb. më thonë, mbi 50, a? Nuk dojshë me metë veç vetë? Po, i vetëmum, je i humbun. E je i humbur. Trimi madhe i mirë me shok shumë, me shok të mirë. Absolutisht. Natë e ditë në punë shkencore dhe profesionale, po edhe ka politika s'ke mungu, bara me mendimet tuaja. Tash, si intelektual, a mendon që e ke për detyrë edhe nëse si e direkt, anë parlament, a pjesë e një partije, edhe pse si ti jesh i Glozhanit, do të me thonë që me aleancën, Po, alianca... edhe mos ka shantar, shpirtit ta do. Alianca dim se du. Që i vanë këtë po, se me ndoj lokalisht, është ai simptom alianca pozitive, alianca verejat antike, kërë kanë mujtë nacizmin. Për aty të aliancë dhe marë alat, vjen kush dënë me bo mirë. Aliancë bënë, hajde kush dënë me bo mirë. A të dëgjojnë këta të rritë Kush po mendon? prej komandantit Ramosh Haradinajt, ndonjëherë kur uleni, me Pyesin për thonë, fol miksin. profesor se ty të dëgjojmë. Pysin, A pyesin? a i ka pas do shkputje prej politikës, tash po do me pyet vlerësimin tëm për
ku jam kompetent për arsim e shëndetësi. Shëndetësia është gabimi kryesor që se në bërë sigurimet shëndetësore. Aja është mollsh, adin është Pse ndodhi kjo? Pyeti këta Nuk arritet me ndikue? Jo, po mos më kanë ndiku pyeti Nuk këta arritet me ju politikës. tregua, me i shkrua, me ju nxjerr projektet përpara? Absolutisht i kom pas Slovenisë. Edhe është kështu, edhe Kosovës unë e du shkollën 8 universitete shtetënore është too much që fajnë angles. Në një Kosovë të vogël, e vështirë, Slovenia, ku se i komunistë sloven, që tash i kanë bërë 2 universitete shtetënore. Jo para 7 vjetë, Ljubljana, Maribori, Sana. E pse ata Pa je pajtu me reformat arsimore që ndodhen në për vite? Ja? për që ata s'm kanë lënë forume se i A nuk kanë lënë forume? ju kallëzojsha temën e shkojsh. A veç e tregojshe tëndën dhe shkojshe? Se Mendimin të tam. njohim për kërën gritës edhe për folës që nuk pajtohesh me ato që nuk mendon ashtu? Një zoj, profesoreshi, ka qujtë rebel i kulturum. A rebeli kulturum, a? Se ka qilu, për kultur jo, për rebel po. Përveç librit që do ta promovojmë së shpejti, cilat janë planet e profesorit? Jo, unë jam të shkruaj librin për këtë karrierën, jo si libra autobiografik, po për kjo lufta se, shiqa, na jetojmë një kohë kur kriju historia. Është një fanje e kinezës, e lezoj tyne, njeri provot rënosh në koha kur krijohet historia. Kemë kontribu, unë kom nëmë njerës, jo që kanë kriju, po e në vëvë vetë historia, për shpëtimin jam të shkru, se kanë shkru një liber dhe se kanë qëllu hiq. Është një liber. Për shpëtim robajnë. Po, do më në që kemë pa, shkolla private. Do më thonë, e kemi librin autobiografik, do të shohim profesorin në për liber, për vojat e ti, librin tuaj, jeni të pregadit. Po, titën se kom gjetë, po më ranë si del, rruga e me prej Glogjanit ke gjinë Maksel Faciale, ose që shtu emnin. Rruga juaj prej Glogjanit, ke jetu në Glogjan e i pjesë? Kur sa arajt, 4 vjetë e gjysë. E man men? Pse jo, a duk në E man pak men, dhe? Shumë. Edhe deri tek majat e dijes e shkencës në nivel botëror. Për fatin ton të mirë, deri tek majat e dijes e shkencët në universitetin ton që do më thanë ka bërë punë biblike në këtë drejtim, duke falenderu personazheve, personaliteteve, dietarëve, shkencëtarëve, profesorëve, si puna juaj. Si jam i vetëm. Një pyetje, cili ka qenë emocioni para çdo operacioni? është ajo operacionet e para pak më delikume të natën s'kom flejt, ka ndohë. Kurse në shpërbimin e ma kur pacienti ka ndohë, ma ka pu dorë. Ka ndohë, ta ka pu dorë. Edhe kjo të emocionon? Po, shumë. Ka ndohë operacionet e para pak rekonstruktive të natën. Beso të kom flejt pjesë, po zdi që që kom kryt njësit, për nështë vullneti, motivi mi kom kryt si duhet. Shpesh herë kur bisedojmë edhe gjatë saj bisede bashk, shpesh të mbushën sytë me lot. A e li kështu me moshën, apo që ka ndohë? Jo, lot thonë ata që ka së mundë fjallët mi thonë, që kush i kupton. A lot thonë atë që ka së mundën fjallët. Edhe i pas thonë sytë. Edhe për me relaksu bisedën kejnë fund, duke të falenderun nga zemra që ishim sonë të bashkë këtu, pacienti po dridhet, se në operacion përën, doktori po i thot, qa po dridhesh? Po tha, po frigona, po pse po frigohesh? Tha, po e kom për herë të parë, tha, po po su frigohen se edhe unë e kom për herë të parë. Po. Profesor Dr. Osman Sejfian, profesori i mirë i kritë shqiptarëve, ishte knasi që të kisha musafirë sonte? Këtë të puni bëj që falemjere të komplimente, se unë jem jeftarë e kom paregjur për John Kennedy të fanin. Kur më zvetë që ka bëvane ju të për ty, po që ke bërti të Qarë ke bërti për atë dhemë. Shumë falenderit. Kjo është motivi imi. Ishte knasi, falenderit. Motiv i janë zakonë. U qëllë. Përhaj Bajrami, edhe që nesër, po s'ka lidhe, përhaj Bajrami, kitë shqiptarëve, kitë muslimanëve në kitë botën. Qysh jeni bëjni mirë? Allahin qësi në për to di qysh. Si gjithë mo? Pa, i thash këti temi, thash po du mu do pësu. Pa? Më zga bëtha. Më zga bë se unë ty për që ato mëtë të këmorë. Unë i kushe përshiti, hala.
Ka thonë. Sa po më do pësu. Të vishman kjo dësarim që bojnë kështu më duk matrash. Si për shambull peshurës, pasqyrës, edhe fotove. Qka jeti po këqyrë me më zonë ngusht, po korsën më zënë në ngusht. A një mëre të zonë shlatur? Nga pianisi me moj djetën. Që lëndush djetë, që janisi me moj të marrë limonin edhe të e preja, shla din se për djetë të limon. Kur shprec limonin sy, mere bre me mena, që bo pi kur këtohën s'ma kishë bo. O zuti na ka folë, bërek, fli, misht pjekt, bira, ven, mu kënoq njët. Del një budol e shpik djetën he plasht i sholla. Amir. Jo, po këshire, kur te këshirë shadem pomja e jashtme nuk ka rëndësi. Rëndësi ki qa ki mrena. Po. Shembul i baj mirë për këto frigoriferi. O, mëri ti si e të rash. Zuti ti ka fola e rbegat si e vlefshme. Unë e sta herë që t'ha buk. A beson kur kërkësh se më thot dëboft mirë. Gjithë më thojnë, a pet më hana? Oj, ti e të razë që je rast me dashni. E që thuja burri tem këto. Që? Tanë kohën, më thot më zga bëmut, do pësu se që shtë du, këni tanë kohën e mëngucë. Që këqëre qka tha? Qika tha kur të martohen janë të holla, për me kop një bajta, din kështu mishti mrena në shpe. Mas një tha për një herë troshin që më s'me mujtë mi qitë janë. Mari u shegor. U shegor që ti ratë që për majgore. Që mas një për lomjës me burin, që e pota, pi thëmë, o i zamër, mos i dhëna se ti e din që të du shumë. Po? E të ma futi. Aha, të më kishe doshti që martu për tjetër kënë? E mëre, a për din që më djetë? Që so mëj? Që 2 orë. Apo vrehet? Apo vrehet? I e likë fërë. Sytë e u tiki. Po ta shqa me bo? Jo, po dhe qa me bo. A më s'ki bo be që s'ki me hongër mo najsena. Po jo, që këshyre. Dje, kërë që va për gjumit, bona be që prej sodit dhe me ka dhe për lesër, pej sodit mo kur amëll s'ka me hongër. A një mirë bëllë. Po veç së të këm vendos që dje kam ba i gare. Ga, sa ma shumë tila që ti. Qaq ma shtirë është me të kidnapu. Kështu që ruje vetën. E që pëj këllo që amëllëcina hasat mësh. Kënaqën të keve hajt. Aj dosti ja Viktor Hugo thët, e qeshura, është gjoja me e bukur, është djeli që dëbën dimri nga fytyra e njeriut.
me miliona fjall. Më thoje që më do, më thoje zemër, pa ty vete se jo, nuk mundëm ta fal. Ti më mashtrove me miliona fjall. Më thoje që më do, më thoje zemër, pa ty vete se më laje ti për një tjetër femër. Më ke thënë shumë fjall, krejt rrenga ndal. Më thoje ti zemër, më laje ti për një tjetër femër. Më ke thënë shumë fjall, krejt rrenga ndal. Kemi kaluar në një moment tjetër. Zonë e zotëri, do të vi në vazhdim një mysafir tepër i veçantë. Në të gjitha segmentet e jetës, neve shqiptarët, sidomos në viset shqiptare, që dikur ishin të robruara, e sidomos në Republikën e Kosovës të pretenduar, jemi munduar që t'i kryojmë të gjitha segmentet e jetës, të gjitha profesionet, në mënyrë që një ditë të jemi të gatshëm e të përgatitur. Gjatë këtij rrugtimi janë krijuar personazhe të veçanta, profesione të veçanta. Një i tillë do të vinë në vazhdim, nga se kur kemi folur për pilotët shqiptar në Kosovë, i kemi pas shumë me ket. Bilen gishta dorës me i numëruar. Një i tillë, pas një përvoje deri në pension, zonja zotëri vjen këtu. Për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Ramadan Sadikaj. Hajde, ta një të erë. Si e hëtë ta më mushtarak, i përmbohet, nuk ule deri sa sullin edhe të tjere. Prita. Ata kam thënë mirë, Sadikaj, a Sadiku? Ja, na Sadikaj e kemi. Sadikaj, se jeni të veçantë ju i stogu. Në rafë që të listogu, me aj. Po gati kretë, rafë duka gjinit jemi me aj. Me aj, jo gati kretë, ka deqani, pak edhe ka i stogu, këta tjerë ju kanë përmbojt kështu, po juve ju doket. Te ku bon, si u qëjtë fshat juj? Studenica me aj, jo kretë dyonja, si kretë dyonja. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetër. Zotri Ramadan, ju jeni pilot. Pilot avionës, aeroplanës ushtarak. Ke fillu e këtë rrugë në vitin 1970? Atë 70. Viti shkollor 1969-1970. 69-70, e ke fillu vitin e parë shkollor në shkollën e mesme në Mostar, a? Mostar. Në Mostar. Po para se me shku, shkollën fillore e ke kry në? Në Vrel, bëni fshatë shumë afër. Në Vrel, aty. Në Stokut, po. Po si erdhi kjo dëshirë? Me thonë të drejtën, na im, që është si thmi, derisa i rujsha baktit, neve fushat e fshatit Studenic, me mocanikët e mi, qka, tento ishë me fluturua, qka? Nuk ka shku menja që një dit dhe të bëhem pilot dhe dhe të fluturoj vetëm me aeroplan në moshën 23 vjeqare. Me thonë dhejtë edhe atë ko, më ka ndjek një dëshirë për të bërë pilot. Një pasion
E shisha se po mjek, se çdo gjë, çdo lojë që e bëjsha me bacanekët e mi, përfundoj ke me aeroplan. Me diçka me aeroplana. Për shembull, i hodhshim aeroplanat që i marrëshim pe letre, edhe çdo herë aeroplani jam ka qenë më shumë ti ka qenë në ajër. Pse kjo? Pe dashurisë apo e perfekcionosh? E bëjsh më mirë? E kom pas. A ke pas këtu brenda? E kom pas brenda ato. Unë bilja dhe zëzë ja kisha zëli. Thesha, qysh për mundet A i shikoje si po fluturojnë? Edhe bike ndeg me kam tap, thesha, që fa ndjenjë, qysh mundet kjo, sot pilotët ja bën 3 km pistën, e 50 metra gjanë, edhe kanë herës ja qëllan. Edhe kjo, edhe plot tjera sene që kanë njëre plan që delkin në horizont. E për cilësha. Po si ndodhi ky tiku, ky dakiku që të regjistrosh në shkollë ushtarake? Klasa e 8. Në gjithëtër klasë, atëre, përden, u kanë 8 vjeqare, për më ndaj 8 vjetë, jo, sikur tash që është 9. Klasën e 8, në gjithëtorin e 2, një arsimtar, hini me një letër në dorë, me një konkurs. Kjo është hera parë që në për shkolla e në shku konkurset, që dhe për shkolla ushtarake. Edhe, pa na pyet heq, në zgjodhë 3 vetëve aty në klasë, ta qëre konkursi për shkolla ushtarake, bili thash kjo konkurs për pilot. A ishin zonë të mirë? Ja, në zgjodhë. Jo zgjodhë, të shkelqyshmit. Të shkelqyshmit në zgjodhë, kishë në 7 tjerë, por dhe 3 në zgjodhë aj, edhe tash aty nuk ishe ti me thonë, po dua, diçka. Ka caktuar arsimtare, atëre o konë pak më ndryshën. Që ta shkurtojmë tregimin, shkove pastaj në konkurs u fute në Mostar, apo... Që në qatë ko, unë asë nuk që disha ko më shku. Ishtë një rrugë, për mu shumë e padishme, e vështirë, nuk e disha që fëtë pretë. Qka ndodhë? Asë në cëllë shkollë ko më shku, kryesore, unë lejmrova në qatë konkurs. Bili tha, nesrit, merë një babat, 3 në tha, shkore një stok, karë më në nëshkru, se keni me shku në shkollë. Baba lartë se po shkoni? Po. Dhe ju e pranut me dëshirë? E pranut. Na em, tash më basha e më ledhë fartë. Edhe shkut? Po shkum. Tashi, në Mostar fillove vitin e parë? Kisha kalu pak që që marrë dete në Mostar, se aty ka pas selekcionime shumë në dhaja. A ka pas selekcionime? Ka pas shumë selekcionime, kishë komisione e mjekësor, nërën pej. Kështu me 7 nuk je shumë i gjanë, as ka rëndësi për pilotën? I gjatë, po më në i gjanë. Për shkak, ka riks me katapult. Është ma mirë me konë qështu si unë tja? Ma shkut, se bile o konë e caktu me sa bënë me konë një koriz bështor i gjatë për në pranu për pilot. Se kur kanë këcy me parashut, kur kanë këcy me katapult, i kanë lëndu korizin me koriz gjatë, nuk i kanë pranu shumë. Se du që kemi pas në aeroplan, karika, 4 raketa e kemi pas për funi karike. 4 raketa? Si në rast të rezikët o diçka, i e katapultu. Nëse të kanë godit? Po, ke katapultu, edhe në qatë moment kër katapultesh, ka qenë 4G ajo, si kur të shë ullë në karikë për shamëll. Edhe në qatë moment katapultimit, pesha që kishme kalëzu, një peshore që aty kishme qenë 17 herë pesha jote. Që shumë është ajo, po mendoj, për një të katë dhe në sekundës, katapultosh edhe plus të nej vetë hapet parashuta. Kjo ka qenë arsyja si shumë gjatë, nejme dhe ti kishe bujtë me konë saj përket gjatësit. E nësa kisha hekë që të frigje që e kom për aeroplane. Gjdo muj minimumin bjen një herë me utu, pa apet nuk unë hishe. Jo, s'keni katapult. Kena me najtë bashkë ma shumë me ma hjek, adin? S'keni katapult që najmë. Se tash edhe, adin jemi në rinin e hershme, kemi nevoj me na hjek frigjen kështu në... A ju nështu testeve teorike dhe praktike? Një javë. Njerë në pej me njerë, njerë në pej, një komision mjekësor, faktikisht normal. Gjendjen shëndetësore, kështu? Po, tani një javë kemi pas komision mjekësor në Zemën. A në Zemën? Po, një javë e mi shku atje. E aty ka pas, po pas këtyne komisioneve, jo EKG, jo RL, jo këto, po mëndoj normale. A pas të edhe fizike, a? Tani, fizike po se po, që më ka bo për shtypje, në pëtës në një barakomor, edhe në të heqën oksigenin nga jashtë. Edhe në e bëshin kushët, cikur me kona
në 3.000 metra, në 6.000 metra, sa ma nalt, sasia e oksigjenit. Ajri është më i rrallë, po. Ajri më i rrallë, oksigjen ma pak, e truni i shaj që i parit e regjistran mangësinë e oksigjenit. Absolutisht, fillon Po. Kup. Disa detyra i bëjshim në 6.000 metra, na ishim tokë, ama kushtet i kishe si kur me konë, për shembull 9.000 metra. Ato na 9.000 metra, edhe aty kishim detyra me ba. Edhe për shembull një për detyrave ma të trona ka, nësë mi shkruar numrat prej 100-ve, 98 poshtë. Një shkruar dhe 90 e kanë kaluse, sepse, edhe të nahet e kemë pasi më të, nëse në tokë din diçka për 5, në e din vetëm për 3. Kështu që, sepse mangësia oksigjenit, truni tash... Ta hup kontrolën, absolutisht. Ta hup kontrolën, është ta i pari që të registran këto. Niveli lartë i koncentrimit, që ato kushte, veç pas taj të bën të gatshëm. Pas saj një të ndrifug. A të futen atë solën atë rrugën? Sjellët. A urdzove shumë herë kur dole presoj? Jo, e ti u fusë sikur më fusë fjera, planisht ajo. E të cilë ke sikur më sjellë në për që salë, po sjellë deri në 4G, që i ke. 4G, 4 herë pesha jote, është ajo G-ja 9.81 që është pe fizike, edhe kishim i prek disa susta, sa për mund në shtinë, në qatë me rujt kontrolën edhe me prek atje, apo zbresëm apo qohme. Në qatë pesh, në qatë kushtet që asaj, qatë peshët gravitetit, të dufke ti me, shka të dhesku dufke me shkime gjeshtë dhe sa për mund. Dhe më thoni, në konë disa kontrola mjekësore që në konë... Mirë, dam se kemi bisedën qatë gjatë sa me shku krejtë për detale. Dhe i shkove në gjimnaz, u gjimnaz ushtarak, si quhet, si është qujta jo në Mostar? Aty, ko e mi shku, atje nuk nga kanë të regu kur kush a kalu, kush a kalu. Kanë thonë shkani tash u këthym na edhe pritni njëftojmë. Po të kuptoj, shkum në Mostar, e krytëm, kemi prit nga kanë thirë, ke shku. Qëtë moment të me kalëzun e më se për mu konë shumë i rëndësishëm, kër është 7 telegrami postjeri të dera, me një fletë ku shkrujke jenit pranum në gjimnazin ushtarak në Mostar. Në Mostar. Për pilot. Edhe u gëzove shumë, ha? Po familja u gëzuan? Pa i zdi shka me thonë, apo dhere. Nona, jo, të normal që nuk i pëlqen. Mërzitëshin se po largohet djali. Edhe shkove në Mostar. Aty, 4 vite, 1970, nderi vitin 1974. 4 vjetë. 4 vjetë në Mostar. Tash, në shkollë mesme, pregaditeshe për pilot? Shqen, gjatë shkollë mesme, shumë pak patëm në rreth. Bili viti i pari, dytë, një gjimnaz, që dojmë gjimnaz tjetër, matematiko shkencor, që përmendaj që si karakteri kishë gjimnazi, edhe kërë gjënë lidhe me fluterimin, a ishë shkulla më bo pilot atë, apo dhe në. E në vit të ret, ja kemi fillu me fluterun velore. A keni fillu me fluterun shkollë në mesme veç? Kër e kryshim vitin shkollë. Velore është aeroplani pa motor? Pa motor. E tërheq aeroplani motor. E tërheq këmë motor? Tërheq, qëtë nalë, 1000 metra, 1500, edhe ti jetë. Ta hek sajlen? Ta hek sajlen, ti jetu të si... Stilun? Pa, që ashtu. Edhe në vitin e 4 ashtu. Ajo ma shumë ishë, si kur me konë rekreacian. Po kuptoj, asë nuk unotojshim, asë kur gjë, po shkojshim do kushte fort mira, fluturojshim e velore, u kry vit, edhe u kry. Vizë da është ta me thonë, qatë gjimnaz, kër më shku në vitin 1970, aty para meje, ves një pilot shqiptare kish pas kry. Ale Aleo. Ale Aleo. A ka qenë piloti i parë. A që jeton akoma e që e përshëndesim shumë, Edhe që i vetëm që ka apit një fluturun me Gnistëni. Me Gnistëni. Dhe më thonë, deri 7 vite kanë kalu, të na jonë e kom kry. E mbarove shkollën në mesme, pastaj akademia ka vazhdu automatikisht, ha? Gjithë që e kryshim gjimnazin, gjithë shkojshim në akademi. Në akademi për pilot. Për pilot. Përsëri 4 vjetë. 4 vite. Po viti i pare 2 të kryke në Zarë. A në Zarë? Në Zarë, viti i 3 të kryke në Pull. Në Pull? E viti i 4, i njëtës akademi në Podgoricë. A në Podgoricë pastaj? Aty ka qenë viti i 4. Edhe tash aty, gjatë rrugës, tash po të thamë, da imi konë 6 klasë në gjimnaz, 6 klasë. A 6 paralele? 6 paralele, 6 paralele, ka 30 nëzënës. Sa bojnë, 180.
Për pilote kemi kry dikon vish 1/3. Sepse gjatë saj rrugë ka pas shumë seleksionime. Ne si na kanë qenë zarë. Edhe ti ke kalu qito seleksionime, Krejt. Taman. Po, tu i kalu qito seleksionime, a ka pas një moment kër i ke thonë jasmuj, po këthejna? Shumë shtirë, na i ma di pëse, kom pas shumë vëllet madhë. A ke pas vëllet madhë? Ha, bukurum, do me thonë nuk je dërzu. Se mas pari kemë flytëruar një aeroplan Zlin, aeroplan Çekoslovak. Edhe në atë aeroplan kemi kry 6 motor, edhe ato orin në konë vetëm na seleksionu neve, kush është për pilot të aeroplanave, kush të helikopterave, edhe kush keq. Po kush me nejt poshtë. Me nejt poshtë, po ata nuk i kthejshin, ja caktojshin drejtime tjera. Gjeshin e drejtim tjetër, po kishë drejtime tjera. Më me thonë 1/3 nuk ka lejke. Në cilin vit diplomove si pilot? 77. 77. Në remen, ku na arrestojshin, na arreshtun, edhe mi lezu tash mas aty në 6 motor lëtërimit, kush është pilot për aeroplan, kush për helikopter, e kush në drejtime tjera. Mbete për aeroplan. Edhe ku i kanë lezu aty na e mështirë, konaja për shambull. Me remen tash e kësha kry kretë më starin, në vitin e parë kretë, tash me thonë, ja, valla shkoha pilot, vës në mujta me kryje, po kanë shumë e shtirë kjo, edhe kër më ka lezu e për pilot, edhe të aeroplanave, kjo ka për mu diska. A kishte shqiptar të tjerë përveç teje? Qatë gjenerat nuk ka pas. Qatë gjenerat jo? Jo, po ma vonë ka pas. A ma vonë ka pas? Shkollat të shtarake që atëherë, në vitit 1970, ja kanë fillu aty këtu ka pak, tonë e kushtetuta vitit 1974, tonë e mbet madhe. Po të fillu me menuna, për i qëjmë djemë tanë, për i bëjmë... Po, mas i kemi o shtatë atje, oficer, pilot, mas i o shtatë, po kemi qare pa që, ti kemi edhe oficer tanë atje, ishte ajo. Edhe tash, fillojshin viti para kompletësisht teorik në zarë, viti dytë fillojshin flutorimet. Edhe i kryshen një numër caktuar të fluturimeve, mas aty fluturimeve, shkreshen komision me inspektor, edhe apo kalan, as po kalan. Sa aty nuk ka pas, nëse kalan, fill për të ka aeroplani, kishe me jetë vetën. Edhe aty një numër i madh, najmë aty nuk kalojshin. Nuk kalojshin, nëse nuk të arën ka i, të da qëshin helikopter, atje kalojshin tonë helikopter. A pëse me helikoptera është ma letë, ti qka ma? Ma letë, qaj që s'kalojke, aty kalojke me helikoptera dhe ose ka pasë dhe time tjera, ka pasë. Diplomove në 77 në Podgoricë, atë që unë me punut dikun, apo mbeta aty? Ne nuk më i pa folë për fluturimin e parë vetën. Këto gjithë së dhe pilotë së mundë me ka përci. A fluturimin e parë tash si piloti diplomum, a? Jo, pa diplomum. A i pa diplomum, po? Si në zansë. Po? Vitin e 2 në zarë. Edhe kur të kryshat provimin me inspektor... Student. Student, pak. Student. Pak manal. Student, po. Edhe fluturimi i parë është me të vërtetë është diçka që është fest, faktikisht. Si e ke përjetu? A fest është? A dyqysh. Une kalova edhe po mu mrat nesmet me fluturu vetën. Aeroplani. A do më thonë, kalove, diplomove, tash ki me fluturu veç vetë. Kabina 2 kërkosheq, që në kabin 2 tullet instruktori kërkon, me gjithë se instruktori erë deri të aeroplani. Një mekanik aty të pret, të ajep raportin, aeroplani ulesh, instruktori zvjen me ty heq, vetë kimu. Vërtet, ndajmë vishë përdu atë ditë, në ku kanë kohë e mirë. Për fatonin? Po, reza, prita, do pikat shivë nisën për mbinë aty në kabinë. Sa ajo është krejt gjam? Gjam, edhe me thrasën e madha lejen me vozit deri të pista në pra ato si përfaqet manevruse, unë vozita deri të pista, ato është një vije plot. Do të më nalë edhe një herë edhe me kërku lejen me kalu në pistë. Po e lipen lejen, edhe gjatë që asaj rrugë që vozita në pato, se përfaqet manevruse, në për tokë që vozit, ato pikat më shumun, këtë gjau me mbalor, më letëshen, kështë anësh ato i fshinë era. A mo për parën, më grumullun, kur gjë nuk shisha për parën. Flutërimi i parë, unë nala prita pyrgon, mama le me dalë në pistë. S'ma hep, s'falke kërqa. Edhe një herë pyta,
Ta ban punën me thonë s'pëgjaj, i kisha pritën e mas 7 viteve, më kishë donë rasti fluturimi i barën. 8 vjetë. Iha, po, tha ktheu, tha se është koha kiqë. O ktheva. Alla, gati jem gëzu, se s'pelqeke që jo, apo kuptan. Kështu që të naj u dasht me prit një ditë tjetër. Një ditë tjetër. E aty e tutje të naj, ishe dikush, faktikisht ishe pilot. Sa Ishe orë- fluturu vetën. Sa orë fluturimi i ki krejt kështu? Tash profesionale. Që, me orë, Pa prova. me dikon rrë 2500-ve. 2500. Dikon me përkthyn në aterime, i kom rrëth 5.000 aterimeve. Rrëth 5.000 aterime. 5.000 herë kom ateru me aeroplan. Po se kom pasur në shumë fluturime për arsye se jëm konë në të najnë instruktor. Se kur e krymna, që pe marrim që e kryma zarën, se e kreva pullën vitin e 3, e kreva vitin e 4, ndash për ka përcejnë tana që to, se për gjithë cëllën kam, apo den, është ko shumë e gjallë. Në liber i shkruan. E, Apo shumë liber? valla, najmë jo. Shoje telefonin, foli telefonit, të na e shkruan dikush një liber. Po, edhe... Ama i vështirë është ngritja a aterimi? Aterimi, najmë. Kretë është punat e aterimi. Aterimi është... Kretë është punat e aterimi. Të qëre nuk mund është të me ateru me cëllë në shpeci dush. E ka është dhe aeroplan e ka me cëllë në shpeci kimi ateru. Nëse shkon me shpecimi atë vogël, e lëshë najre. Do të me ateru me një shpeci, gjithë aeroplan e ka shpecin minimal që mundet me metë najre. Nëse shkon në shpeci, e lëshë najre, po më nëj, nuk mundet me qëndru, pa forcë ngritë se... Po, sepse shqitja në parajrë, si barë ka në përuj. Zakonisht shkohet me një shpeci 20% ma e madhe se shpecia minimale. Së dhe aeroplan e ka shpecine vetë minimale. Minimale, 20% më shumë. Shumë. Po, 20% edhe për shambull, nëse është 200 km në shpecia më të atëra, me 240, po ti 40 km e ki që ty. Bo në rave në qëta, po ti së mundesh me ateru nëse shpecia me madhe se 280 për shambull. Se aeroplani ka tjetër pozit, prek me rrotë par atje, tjetër pozit ka. Me bonus me zvoglu shpejtësin, tash du të mu silë, pasaj, ha? Po, nëse... Ja silësh, po... ja nuk silësh. Këtu dashta me kalëzu në një nanë që ka pas djallin pilot. Edhe i ka thonë, të ja dashtë mirën djallit vetë. Biro, fletëra, sa ma ka dale, e sa ma unë s'maja. Ato dyjet e në rëzikshme. Dyjet e rëzikshme, sa ma ka dale, sa ma afra, sa i shpecis minimale. Çfarë lloj aeroplana shke... Po një kom nisë, tash që ato velores, po të njej, që ato kom fluturun që atë zëllin që kom bo akrobacione që më ka bo fluturime selekcionuse, po e kom fluturun Galeb. Kur thua akrobacione, po, Galeb? Akrobacione. Je sil? Që e dajmë ato fluturime fillestare. Që fillestare, unë që ato matë shtirin? Jo. Ti vetë që të më njëherë qatë, Me aeroplan që do ka dush, atë me kërë më sosel që shto. Ja, ato mësohen, në qatë vitin e parë, fluturime mësohen akrobacionet. Po, Galeb, the? Galeb, Jastreb, Këta e në konë prodhim Jugoslav. Jugoslav. E MiG-21? Vesh MiG-21 s'këm fluturu. A s'ke fluturu? Pse nuk fluturovës? Pa i shqyqyr që s'ke fluturu, se ti e ke lëshu kur kanë fillu luftrat, kështu që s'ka zonë ajo. Që s'këm fluturu. Kur e krym akademin, se i ka përcim tana qëto, kur e krym akademin, apet në arreshtun, në danë 3 grupe. Një grup për MiG-21. Në qatë e kisha syrin, në qatë i të isha më qestin, se MiG-21 në konë Prishtin këtu. E me në jemi për këthejnë, për fërtojnë. E vi këtu? E vi këtu. Në goles? Nga, viti një grup tjetër për instruktor. Tash nuk e di jam zgadhan, as më zgadhan, nuk e di më caktur mu për instruktor. A caktur një instruktor? Për instruktor më kanë caktur. Tash ishe profesor instruktor për mi bo pilota tjerë. Tash unë e kisha mi mësu, ata që më kishim mësu. Edhe më kanë caktur për instruktor. Edhe fix 15 vite, na e më një më kanë instruktor i fluturimive, e që ato 5.000 fluturime, aterime që i kom pas, 80% një në kanë me kandidat. Me studenta. Me studenta. Njëherë kom përnu me vite para atje në Zarë, pe Zarës, me mësu me fluturu, e konë në Titograd, në Podgoricë, në Podgoricë kom përnu me vitet 4, 13 vite, jo 12 vite kom përnu me vitet 4. Ata vishin, e këshin kry fluturimet fillestare, e këshin kry fluturimet ditën, natën, në pullë, konë qenda për ditën e natën, kur vishin Titograd, në Podgoricë, në qashtu kurim konën i kanë thonë Titograd, atëherë aty, ish
Pjesa më e vështirë, pjesa e Ma përgatitjes. vështirë, aty që kom pas specializim në është. Kom pas me mësu që shgjuhet bomba për aeroplanit, që shgjuhet me raket, edhe që shgjuhet me të për aeroplanit. Kretë viti 4, o kanë që të trija ka pas. Kështu si ushtrime, a ke lëshuti vetë raketat një herë, jo? 100 herë na jem që shqja. 100 herë i ke lëshu? Që shqe këmë shu na jem. E kujna im sheshe? Jo, e kemi pas ushtrimet. A ushtrime? Ja. Ta më vona. Me qida raketa, bomba, Atë ka rogë me me këta... top. Ka pas. Me këta aeroplana kështu me i ra Jugoslavisë kështu rreth, ja? Pa, a dhe qësh, unë veç në Prishtinë do këtë s'këm atëru, interesant. A veç në Prishtinë s'ka atëru? Valla, do këtë se, po, në gjitha aeroportet tjera, më ka ra puna me atëru. Po, aty me që keni qenë në Podgoritë shumë afer, ne herë të fluturua, a keni hi në hapësirën e Shqipënisë? Ja. Na e mone, ja. Po ka ndodhë, A ka ndodhë, a? ka ndodhë, na e. Edhe me nëherë nota në Beograd, Po, se gjallë verë ka najtë gati. aty o kanë problem, pista në Podgoricë, o shumë ofër kufinit, Po. si ka 20 kilometra. Po kupton, fillu kufinit. Në herë mu që op. Liqet Shkodrës, po kupton. Edhe, se në kom qenë edhe pilot provus një kohë. Piloti provus, kur dikush dysha në aeroplan, nuk në regull, ka karakteristika, nuk po shilët mirë, diçka po mëndaj ka, po ndodhë diçka me të aeroplan, atëre qesin jashtë edhe piloti provus ka me shku me këqyrë. E pytë pilotin, qka ki verend aty, edhe ti shkon, unë në kanë pilot provus, edhe vish 2 pilot provus jemi kanë... Ty do më thonë s'ka ra me hi në Shqipënia ne, a kështë qef me hi Unë me nuk ka këshirë? ra, po ka ndodhë, kur i provojshim aeroplanat du me shku, do ushtimi kemi pas 3.000, 6.000 edhe 9.000 metra. Po kur shkojshim shumë lartë, 9.000 metra, atë pistën e kishte përfuni. Krahi i aeroplanit jo Shkodrën, po me konë dukshmëria mirë edhe Tiranën e shishe. E shishe. Se shumë afër aty, apo kupton. Edhe na qeshin notë, sërë e bëjshim provën në aeroplanit, sot pak dole kënej piste, sot duf kemi piste me bë provimin. Vike nota, na keni... E keni s'kel... Na keni cënu kufinin. Që e thëshe vetën e herë, ati hypin e një, a më nëshën e herë me i hypin e njonit në Tiranë. Tajmë, Atë ka shku me një në herë? jo që më ka shku, po nuk më ka realizu. As tu ka realizu? A, dipses më ka realizu. Jo që në, sa e kompremu të krem, po u dash dikush me më siguru mu atje që konventa ndërkombëtare nuk ishin në favor që sajna. Ja. Nuk ishin në favor. Ishtë viti, isha la heret atëhere, po den. A për në Itali, për Po në të kishin këthy ata veç... Pa e që... Të kishin burgos, sot ishe konë me të burgosurit politik një... Allah, mi ik me gjitha replan atje, e më këthyja pet, e që të një, Allah i fështirë kanë, se rëzëm s'ka pas gjë ma let. Deri në cili vit punove? Dhe vitin 1992. 92-ën. Po, U presh Jugoslavia. po, na im, qëto 15 vite, atë zgjedhin një fluturim që kom pas për qefi. Po, hajde, kom pas se- me të pyt, e ke fluturimin në Kosova, po? Po, Mos e prek që atë se kërset, Po. mikrofoni. Po. Shqenem, aty çdo fluturim të ki pas me kry një detyrë. Ose një ushtrem me kandidat, po edhe kur ushtrejshin vetë, kishim me kry detyra luftarakët që na u duke me mbajnë non-stop, me kona tafë si ka nevojë me intervenu dikon. Po, se çdo fluturim kushtoj ke për shkakun që aeroplani jam që kom fluturone, ai ka harxhu 28 litra në minutë. Do thonë, ishin hargjimet më dhaja ato me 28 litra në minutë. në minutë. Minutë i ka harxhu. Dhe një fluturim që e kom pas, të lirë. Fluturim të lirë, nashta pe 5.000 fluturimeve, nashta i kom pas 2 a 3. Po një fluturim të lirë që e kom pasën, që s'mu ka caktu heq ma shuta ka kime shku. Podgoricë, Prishtinë kom pas me kuj disa detyra, Prishtinë, Podgoricë. Ka i bjen, heq më kanë caktu. Nalësia, sa ma ullët. Na im sa ma ullët, na imi shku në 10 metra, 15 metra, 20 metra, që sa i kemi thonë sa ma ullët. Qysh? Shumë ullë, na imi kanë flituru në 10 metra, në 15 metra. Në here, mi 20, tokë? mi tokë. Që e flitimi të ullëta. Bëhet, e ban aeroplani, rrshet, ka dëndësi sa me majt? Jo, sa ma për është dëndësi është me madhe, që nuk e manë. Po, Po, një për më kalëzu, çdo pilot, që e shen aty 800 km në orë, 900, se shen, ti e shen qaq, po ti nuk e shen, kur po hypin naltë aty po shkruan 900 kilometra, Kur gjë hiq. Speni. Kur gjë hiq, se ti s'munëshme përcaktu shpejtësinë.
s'pa pas mjetë referus, s'pa pas diçka një po. Reference, me kalu. Se atje halap kujtohet dhe definicioni fizikës. Dhe me thonë, duhet t'i afrosh, t'i largosh një mjeti, që është levizja, që qëmë levizje e kona jo. Nëse afrosh, t'i largosh një objekti cili nuk levizja, të ati është sa të shku. Edhe pilotin konë gjithë qysh me pa që shpejtësi. Që shpejtësi nuk është shenë naltë. Edhe shumë pilot kanë diviju për të tyre veç me pa qatë shpejtësin, me pa me sy shpejtësin, se jo në instrument. Kështu që une qatë të e me kom pas, u konë shumë liberal, që me thonë, mund nuk më ka caktu. Bilisht nalësia më ka caktu, sa ma poshtë, që ashtu ka qenë natyra dhe tyres, nuk më një fërë në detale pëse që ashtë pështë, edhe ka e më këthy për Prishtine, pasi që e kreva, që kisha me kuj një punë. Po, qësh je nisë? Në Titograd, në Podgoricë, në Prishtinë, i kom pas disa detyra aty me i kry. Gjëja se kom pas. Qa i ke pas detyra, Dani? Jo, me në fotografu në i sena, me në inqisua, me në gju në i sena. Qëto raketat ka shkresh në Golesha, i ke Golesha, i ke pa. Kom pas me i azjasu. Aha. Fiktive, normal, fiktive. Kurse këta mikat e Prishtinës, këta e në konë aeroplana gjytës, këta kanë pas detyrë, ndem dy kanë kujdiseru nëse dikush që atësënën teritorin. Këta kanë pas detyrë për me më zbulu mu. Nëse mu më zbulu. Do më thonë ti mi ardhë fsheftas? Shumë, për që da më shku shumë pas, më sheftas, mja bombardu, mja raketu sistemet raketore dhe më këthy Podgoricë. Unë ise për Podgoricës ka hire? I ko bëra, më ra, si për pjetë cukur me kërë. Që të marshu të bën vetë? S'ma caktun. A s'ta caknu? Shumë rasti rallë s'ta caktojnë. Edhe ta shone, mu isha, kur s'ta caktojnë marshutën, ti mu është mira ka dush. Në përgru këtë marasë. Se në atëherë do të isha kom vëthu shumë edhe me kera sajtë. Po. Në baj kas limit një vangrad aty thash hajt për i bi për qakarë. E dalë në Gryk Strogovës, e në bej, kret lugjeve. Dikon me 800 km në orë. 800 km më shumë në orë. Erë dhe këtu? Ta na e kreva punën, po ka u ktheva na e më që kam dullë. Ka u ktheva, dikon pa më rritë e klina, se dhe është i bi për kull të që atë. I bi për kull në rëzhaj edhe hi në limit apet, poshtë, se mos po mëzojnë mu migat që e kishin për detyrë me mëzona. Ata s'pishin bo kërë gjë, po e kishin kry detyrë me sukses, si kur të mëzajshin. Edhe, kur para me e në hoteli Onyx në Bojt Pejs, ajo është giganti madh, ajo hotel shihet. Në qatë shpejtësie, pe? Me posh më dullë për balë. Aty isha njoftu për paran me bashkëshorten që kom tash. Isha aty të kujtime të lifare. Fill për të hotelit, na im ndo fshat, ndo fushat fshatit kune anrajsh atëherë për më bo pilot. Në fund atje fshati jam. E më ka pënun diçka, na im ti, mjek adrenalina, di ka pënun diçka, kom një diçka që të... Emocioni, dëshira. Pa pas farën e men me kry këtë. S'ka zbritë poshtë? Jënë to, po për në lartësine... Poshtë isha bëllë, po desha dhe ma poshtë të nej. Po për bëllë i kisha bjeshtë. Në qatë drejtim nuk mu isha su tesha, se fshatë jam rëllës bjeshke. Pe i stogut ato fshatët që shkojnë rënë. Veç më kartë ashtu, vetë e kom sjell në djastë, me ecë pak kështu, desa më kartë i stogu. Ta ma mirë. Ta ma mirë, ta e mu këthy kështu. Sikur me fshi. Pa, një farë, këthimi gjësëm në thorë, si thojnë këta, edhe të komonë që njëstër, dhe komonë që njëstër shpinë teme. Nuk u zesha shumë pësh më lëshu, se e hupsha. Edhe kër e nëzuna mirë kështu, sa ma pështë. Edhe për këshiri atë 95% gaz, edhe që ato 5% jashtova, pej, edhe lëshova, sa ma pështë. Edhe zhurë ma është e madhe. Aty një stok nuk ra shumë pështë, se mundet me shkaktu edhe shqetësime të njerëzit, edhe kishë mujtë dikush më anku, të mund kishë dalë të lasha, po dhe. Po, ka turnë që aty s'kisha që mje bo, kush e pat, kush këndetin shpis teme në pata që mje bo, se rava shumë pështë. Po, për të shpis teme, a ditë kishë pa qëllu prindi, a i ka qenë një muratori, i shkon të qitë një kullem, a i qëllon në kullem. Edhe kër e mra në shpejta sa i dhe, unë si këm disë që shtaj në kullem, në ima të ajen 10 metra, 5 metra, shumë pështë e lëshesha. I ka ra të shlica pidore. Edhe
Të Zlica. Po ajo se ngull... Po dhe? Në Shqipërinë mëm, po i thojnë Sqepari. Këtë fjallë e mirë. Edhe një fjallë tjetër e kom një për të Zlicë. I pështën ajo pejdore, edhe kish pa shoh. A kish pas shoh? Po. Mas më thuaj. Edhe një që i kon t'ja dhonë qegurat, ose qeremitit në e thëjmë në tona, të të më shoj se në është ta Ramadani e kon. Mërë të të atina, as pa kamera, po që sajta. Dhe u teve, këtë regim shumë i bukur. Si në shove? Në të ditëm. Fillun luftrat, ishte rrezik me të qunë në luft? Luftan Sloveni mas pari. Slovenia shpalli pa marsin. Dikon ndokët 26 ka shpall pak Po, marë. mos u lot. Po veç po të kalzoj. Se jemi në vitin 92. Veç, Po. a ka qenë periuda kur ka fillu edhe në Kroaci, a akoma jo? O kon periuda Tetik. kur forcat Jugoslave i kon tutër heki Slovenie, Prej Slovenie. në qatë kohë. Edhe unë i kisha... A kishte rrezik me nëse fillon të luft, si që filloj më vonë në Kroaci me çu, në luft, me godit saqe? Ka pas rrezik. Ka pas. Qyshe e përjetun ata kur ju the pelshojnës, du më? Po. Historinë e këtij për Se morë që atër një dhe me ikë Shqipni, se në 92 tani me demokracia që konë. më fshini me kalzoj. Unë im kon... A ke menu në i herë? Tash për të kalzoj. Unë kom qenë pilet provus. Edhe ne na prebazun që të herën Tuzul, me kon sa më afer, A ju që në Tuzëll? sa më afer Slovenis, besa dhe Kroacis. Kroacis. Po, nuk ishte shah e mirë. Edhe unë isha pilot provus. Edhe veç 2 vetë kemi qenë pilot provus. Edhe u arku në aeroplan, unë kisha me provu që të aeroplan. Në 6.000, 9.000 metra, disa shtrime tjera, ne s'po hinë detalje se edhe një për elemente kem pasur edhe me shkim krejt aeroplanin të ne me pa pëdhez. Edhe 9.000 metra, une aeroportit langën u konë shumë afer, dita ke shumë e mirë, shto e kom pas hartën. Në hartë, fotografin e bashortës me 2 vajsa. Më kuptan. Edhe aty ka punua peta, jo, e bona një ratë, po mbi këtë nërmen, Cimizon ato. që më ra atje, e më qitë mu në kongë, apo den, që shumë mikë me plan, kur më dheska Ta jo, këshim kënu një kongë. kur punoj ke ajo adrenalina, o të isha pjashkeli. A ma i ka pas instrumentit këso për Galebi, veç a qisha frekvencën, me sa metra, sa kilometra, krejta qitë ka e portin lagën furtë, veç kimi thonë nga që adetim. Nuk ish kur farë problemi. Po, hajte, si e nëzësha hartën, hajte këqyë në egru, në thminë se nuk dhjetë që a bëhat me mu. A do më thonë pate me dyshje, a ta bëja më Fate ta kom bëj. pas, fate kom pas me dyshen. Po, grunë e kisha në pëtkaricë. Dhe dorheqe edhe u ktheve në Kosovë. Po, po. Edhe tashi 92-ën. Po e ke bo me letra, mirë. Do më thoj ke mush atë kohën. Fix 15 vite pune, ju më koni... Ki drejt, ke pas drejt. Po, Me pas thonë drejt, s'du si ma. pas drejt e stame, po, du... Mu demobilizu e kështu. Midis kanë prit, se nuk e dishin dhe ku mujnë malë shumë muere plan. A menzi që kanë prita? Ashtu mu dak mu. Po. Se shumë shpet më kanë Erdhe në përgjigje. Kosovë, me qka u morë në Kosovë? Da im të nëj, as disha me prashit, as me kusit, i kisha do tokë, i edha të prendet. I ngath në punë bujësore, kur kon hes, përdhen, Kush me të majt? ku është me mbajt, unë e pa punë, të kisha robën e madhe në emë atje, edhe s'kisha kursy, kur gjës pa ta kursy. Aty, da im, gjimnazi, edhe i këshësha në, kur kush në kimbajt e orë të mbrojtje dhe sigurisë. Jo ka lanë, këtë lanë dikush e ka marrë dhe si në dorës, dy se ka në... Edhe qka, shkove në... Ama kur kom dhanë në mbrojtje, o kon landa kryesore, se o kore 97, 98, deri 99, na shumë vonë, dhe i vonë kemë bajnë, Deri vonë. se s'dojshim me kriju panik. Dhe më thonë ti mbete në fshat. Meta në fshat, edhe në profesorin... Edhe punoje një stoka në... E dy që shukon. Atëherë, kur në për shtëpia private. Në përshpia. Kur u futën u që kë? Ne mune faktikisht
brigada, Po? 133, edhe në Krasniqi, është formu në fshatin tamë. Dhe me thonë, na një farë mënyre, që atëherë edhe jemi Se kum pas me tutje letra. atëherë në shkollë, po juve që pas ki Po, fillu, jo, ma jo, herët po përgatitje. që aty na jemi konë, se për shembull, Tash ti ishe oficeri karrierës, ë? po na jemi, Atë shifshin me atë sy, atë thoshin valla të duhet se ti i din këto sena, apo... na jemi ata kanë besu shumë në mu. Po, unë ja spjegova një sen. Tash unë Në po që për aeroplona teori, i gra. po, aeroplana e këm gra, e këm dheq, dhe në 10, jem koni pari në aeroplan që këm dheq në për ushtrimet ndryshme. Ama as 2 ushtarë një jetë teme, se më karam një thonë majtë së djathë. Në për istikame. Nuk disha, unë nuk disha, kur nuk isha konë në ravë. Kur, Në ravë, po më nëjë një istikame, po Po. një istikame. Unë asë nuk e disha që shqelin istikame, tash mi thonë dikuj, në kapitan i klasë parë që e kom shu. Tash ishe kapitan i klasit parë, Nuk din, po, e nuk din me qelë rovin, që shqelit, apo, të së vëshim e spjegu njerëzë, ku. E bukura është, se mos merrem me atë pjesë, e bukura është që ujnë Granove i pjesë e UÇK-s. Pa tjetër. Një oficer shqiptar që e kishim pregadit, e kishim qunë në shkollë, se tash ti deshte s'deshte na mas parit kina bon. Ta ne të kemi qua aty në shkollë, qashtu. e je formësu, e je këthy, edhe qaj me të shlitë, që i ka ra të shlitë sa dam, ajo është kujdes fillimisht. Edhe pjesë e UÇK-s, ku gjeti Liria? Në Kosovë? Në Kosovë. Në Kosovë. O bone edhe vazhdove pjesë e TMK-s, ha? Pa tjetër. A ditë kur me qujtu demobilizu ushtria shlirimtare e Kosovës, u mërësite? E kishe të shtirë? A ke qeni këtu në stadium? Në stadiumun e kom udhëheq një sim teme në stadium. A ke udhëheq një sim Po, tame? 10 vjetë jem konë në TMK, jem konë shef shtabi edhe jem konë në kolonel. Në kolonel e mbylle, Në TMK, në TMK. jem konë në kolonel. I kalova ato shkallë tjera që të kishin vetë. Po, bukur shumë, gjatë këtyre viteve. Edhe shef shtabi kom qenë aty. Gjatë këtyre edhe shef shtabi. Po. Shef shtabi që asaj një si aerore. I ushtrisë të Republikës Kosovës. Që kishe andru. Që nashta s'kishe guxu kur me thonë, po në mendje në shpirt e kishe pas. A i ke thonë vetës një herë që kena me bombre ushtrin i ditë? Ne e kemi ditë si s'ka të rrugë dalje. A që s'ka tjetër? Nuk ka pas diçka që mundshim me ndryshe pas ashtu. Këto 10 vite në TMK, unë kam qef me qujtë ushtria Kosovës, gjithë. Ushtria shlirimtare e Kosovës, ushtria jonë. Neve, ndërkombëtarët, generali Agim Qeku theke, të thonë që ka dojnë ndërkombëtarët, na punojmë dhe veprojmë si ushtri. Thunë ju që ka doni, apo këpëtan, kështë që plotësisht na i kemi thonë ushtri, se kemi punu dhe kemi vepru si kër ushtri. Ta dikush, jo, jeni për këta, jemi për tana. Po, në ato 10 vjetë na emë. Aty gravitun ka pat e ka spat pilot shqiptarë. Ka ndodhë pe Belgjik ushtar pilot i kalon aeroplanin e transportit më ardhë, du më ardhë me kontribu njësin aerore në TMK se po formohet. A ti udhiqe njësin aerore? Bukur shumë. Po, një vit, 2 vite, bëjshim plane, jo vite nashën kemi pas helikoptera, jo po dojmë 4 helikoptera, jo 4 për bënë planin me 2 helikoptera, vike viti tjetër, do të kërgja, unë rëvëzojshim, aeroplana hecë. vitet në shkojshim. As më ishe në Shqipëri me shku me bëni ushtrima në i diçka? Ja, s'kemi mujë, nuk kemi pas në përkrahje. Edhe në akëshyrshin edhe këta ndërkomtarë. Sleke një vrit. Fiks. E të na faktikisht të familirizojshim me ndërnjësi të aviacionit, të helikopterave, kështu që bazojshin të këforit. U shëshnojshim, u thëshim po familiarizimin njësia me njësi. Na pilot. U shëshrejshi. Ata vishin të na. Edhe ju shkojshit ata? Na shkojshim të ata. A ju ra me fluturu në jere? Shumë pak. Shumë pak. Qaq sa mëse mujti me thonë që na kryim të anime. Unë e kom pas 2 fluturime i krejt, po unë e faktikisht për mu konë pak më ndryshë, se në kom qenë pilot i aeroplanave. O da dhe me madhë për aeroplane për helikopterit, po neve në interesoshin teknikat. Shenjistra, qka shfridzojnë ata kur kryjnë një detyrë ushtarake, cilat jenë ato, po ato këtë shefësi nuk t'i kalëzë kërkush. Nuk t'i kalëzë ato kërkush.
Gjatë këtyre 10 viteve jeni përpjek, po shihet. Jemi përpjek, po aty na nxuni mosha, nuk fluturojshim kërkon, na s'ka dun licencat, mete pa licenca, jo sot jam mas nestri edhe që aty edhe nxuni pensionit të i prit helikopter. Po me diplom po. Ja, me diplom po. Pilotit po, tashi. Për licencë dihet këtë botën, ashtu fluturon, vazhdo licenca, fluturon. Bashkështu. A kemi tash pilot flas në FSK? Në FSK, kemi pilot njaftueshëm, janë certifikum edhe janë me licenca. Edhe ne e mirë është që pilot që i kemi shkollu kryesisht në Turqi, nuk po lejohet që të kaskadon licenca, ose që po marrën tajnimet. Në më thonë përruj licencat? Po përruj licencat duke fluturuar në Shqipëri. Edhe të njëjtin tip... A përse që je dhe të une, thash, pëse s'kojshin Shqipërin? Po kush na lëjshë po disa vjet i kanë këta pilot, i kanë 23-4, 25. 23-4. Po. E këtu veç du të me falenderue me dur të rokit Shqipërin non që në animon këtë drejtim, ha? Ajo është e mirë, sepse njëtin tip në Black Hawk helikopter, që na veç e kemi të miratume nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me i ble. Me i ble. A kushtojnë shtrejt? A e tim? Pe 6 qëre, se më varet. Që këta në multi, po mendoj, mund të përdoren për detyra ndryshme, po dhe në rand parë për detyra kanë multi-performance, po në rand parë ushtarake. Se mund është të përshamu, a dënë me variant dimës parë, a dënë variant për shurjet zjarëve, po mendoj janë për çfarë variantet, dikon pe non helikopter, pe non milionve, se shpeti në përqillën e kaltët të Kosovës do të tërojnë helikopteret e Republikës Kosovës. Black Hawk. Po, që është një arritje shumë e madhe, edhe është goxha një mesazh për çdo kënd që mendon që mundet me cënu territorin dhe integritetin e vendit tonë. Shkove në Mostar 14 vjeçar. 14. Punusën ku e njohe? Unë punova në Zar veç 3 vjet edhe isha plotësisht gati i shkputur, kisha 1100 km larg, se më isha ndodhur vikendeve. Po edhe në Podgoricë e kisha shumë afër. 230 km i kisha larg. Unë të premten, udhtojsha, kryesha punën, udhtojsha me kerr. Edhe sa shkojsha naim, e kom pas një gjyshe smunta e gjyshja, hajtë djale e me më që të doktori në banjë, aty në neksat farhotel koshtash. Edhe, kër e qajshën aty, u ishim të prit, aty mota nacionale, apo të një gjyshja, qëre djale e më, qëre se tu ta pas për martonone. Merën e një peqityne, o bjerë. Vesis më thajke, po ku shkova në të nëre gjyshja, jem smut, thash gjyshja pasha zote kom nisë me dishun ty, kom qanë petre gjati mu atje, po qashtu edhe ndodhe. Aty e njohe, në banë. Po. Dhe sa vite i ra me jetu me ty në jetën ushtarake, njëherë Jugoslave po flasë? Interesant, na jemi feju, qatë dhe si ka vdek, tita jemi feju. Do më thonë, qash shumë vujtë ti u mërzite për ditën, u fejove qatë ditë? U fejova. Sa fëmi keni? Kom 4 vajza një djallë. 4 vajza një djallë. Djallë ashtë maj madhi? Ja, maj vogli. A maj vogli? Po. Shqiptar, ta man të shku të lyp djallë. Janë rritë, janë... Po, gjithë janë punë, janë rritë, punojnë. Janë stabilizu, janë regullu, janë... Kret. Ndashta këtë shoqën teme me livdu dhe një punë. Po kjo nusja jo të si e ka emrin? Mana. Mana? Po. Pe vrela të e fatë. E përshëndesim. Ase, po dhe shtira e ka pas me ushtarak, me shumë. Se në Podgoricë, unë e kom pas 20 km larg. Anë thëjtë përbjen Podgorice, dha haberin me uqon komsa, janë gjana. Edhe kjo, thmini ka qenë në shkollë në gjuhë shqipe. Në tëz? Në tëz i ka qenë. Edhe pëse shkollën në gjuhë se bëgate e kom pas në shpisë. Dhe shpisë. Po, i ka qenë me kërë, i ka kush kërkoj ma shumë që mi qurë shqip? Valla, dëtë. S'ke mujtë e morë me, si mi qëtë minë gjurë se bëkrate. Po vetëm gjurë shqipe? Me gjurë shqipe, kemi qëtë minë. Po me gjitha të për sakrificën e saj, qashtu, me duru ty, me të majtë, me të pritë, kush e disa herë të vonuën dhe tyra vdryshme, edhe me qufë minë plus në gjurë shqipe, edhe në tuzë, çdo ditë.
Ja, kjo me vërtet, e kanë sakrificë me vërtet. Ja, po ma punon si instruktor? Po. Vesh në autoshkollë? Vesh në autoshkollë. Në autoshkollën Fati? Po. Të Lulit? Të më thonë me komrujt, ne atë që me thamë... Si më rënjën e këto, pa tjetër. E komrujt se dhe jam bajnë ligjeratat, edhe pjesën praktike. Edhe pjesën praktike jam bajnë, dhe me thonë profesionin e instruktorit e ushtraj hala. Zotrinën kolonel, Zotrina Madan Sadika i, pilot nga të rallës shqiptar, ishte knasi që t'isha mësafir. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte knasi që t'kishim mësafir. Jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër të veçantë që tingëllon më shumë si promocion, nga se ai është një talent i rallë i futbollit. Ka me mujt javën tjetër krejt, ka me bashkë si Mesi, ka me i dhonë golla. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Mal Osmani. E Mal, sa vjeqi? 11 vjeç. 11 vjeç. Kur ke fillu me lujtë futboll? Nga mosha 6 vjeçore. Nga mosha 6 vjeçare. Dhe ka lujt dikush për familjes? Po. Do më thonë e ki me trashëgimiket? Po. Kush ka lujt? Babojem. A baba e... Vazhdojnë me lujt babi? Jo. A e ka lëna? Po. Pse ka lëna? Për shkak lëndimeve. Atë lëndime, sa herë lëndu? Shumë. A shumë? Shumë. A i thej që o babër uju pak mëre, mos... Qa ka qenë babi? Sulmus, mbrojtës? Mes fushor. Mes fushor? Po ti vetë në cilin pozicion luan? Edhe unë jam mes fushor. Rëgës babit! Je në klasën e? 6. Në cilën shkollë? Nazim Gafurri. Nazim Gafurri. A je lojtari maj mirë në atë shkollë, a ka dhe të tjerë? Po, unë jam maj mirë. A maj mirë, ja? Po. Do më thonë, kur mohen turnire, bëjnë luft me të pas ty, ja? Apo në emën të klasës për luan atje? Po, në emër të klasës. Po kështu në futbolin aktiv, në cilin klub luan? Në klubin KF Rilindja. Rilindja. Në cilin ligë është? Nuk kena në ligë. A nuk ka ligë, se është... Moshe vogël. Moshe re, moshe vogël. Sa herë ushtërën një javë? 3 herë një javë. 3 herë një javë. A e ketë përshtatshme me shkollën? A ndonë kohë të veçantë? Po, ndoj kohë të veçantë me ushtrime, është shumë e përshtatshme për mu. Kush është trejner? Është Fatmir Drella. Edhe ka Drell këtej familja kanë lujtë këtu, tashi. Përveç babajt, a ka lujt dikush tjetër në familjen tuaj? Jo. A jo? A me babajn pas ka fillu? Cili ishte idoli yt kur fillova atëherë si 6 vjeçar me lujt, apo veç i shihje në televizor? Jo, idoli jam ka qenë Ronaldinho. Ronaldinho! Që ka hesjel komen une. Aja, a lujnë si Ronaldinho? Po. Tash, a shikon Ronaldinho në YouTube në këto se si ka lujt? Po, në shikoj vazhdimisht dhe gjithë triga që i ka bo mundu nga mi bo dhe në loj kështu. E ku kemi topin me në abonje këtu, apo 2? A? S'kem të hëf. Apo ka me të gjiru babaj? Mos të qohë na unë me i dhonë zorë, kishe po di me lujt, me një rast, desha me ju të regu para kamerave, shka bëj me top e të bona horë, se s'dita ku gjojnë që kështu në... A do në na bo diçka të bukur? Po. S'ka problem, edhe me i rëzu këto, e dim që futbol është. E tani, u luktu, Mal, e tani kush është idoli jëtë? Edhe tani është Ronaldinho, po pilojtarëve kështë 300 duke lozur ende është Kylian Mbappé. Mbappén. U munova me të qitë të Mesis dole pas dole. Qa është kjo punë kështu? Se aj Mesi gati t'inglon si me konë zonë si Ronaldinho, se ke po? Po. Edhe ka përkra shumë, e po bukur shumë. Je i knashur, je i lumëtur? Po, jem shumë i lumëtur. Apo mundet familja, babaj me të përcjell me rekuizita me këto i kjetë gjitha? Po, bobe, jem përcjell shumë edhe më përkro gjatë gjithë kohës. A gjatë gjithë kohës? Po. Masi vetë si ka hetë krejt? Sigurisht i ka metë merak, sigur se mua. A dojna me lujt javën tjetër, se a pa që u lavdova, thash ka me mytë krejt, me mush golla në javën tjetër. Unë edhe babin një në non, ti me ekipin ta në nonën tjetër. Po. Po. A po? Po. E ndo një herë me mësusit luan në shkolla ty?
Jo, ata veç më shikojnë edhe... Atë shikojnë? Janë të knaqur, të lumtur? Shumë janë të lumtur, diqysh, më veçojnë mu më Atë veçojnë, ha? Qa të thojnë? A, sa bukur për lumë. Sa bukur. A, në knaqë shpirtin, a, zemrë. Po të qenë ke dhe bukurash, kështu më malë. Ha? Dojna me të pyt në i farë dasmija, në i farë se heret, ha? Heret. Je dashuru me futbolin ere. Po. A? Po. Bukur shumë. Gjatë kësaj periude, une jam befasu kur mi kanë sjellë dhe du me shku mi marë. Pas kanë sjellë edhe më shumë, unë menova që është vesh një këpucë e ardë, edhe një... Po do t'i sjellë të gjitha dhe kime mi spjegu se i cilin, se qfar kuptimi ka. Ose ku i ke marë. Së pari për këte. Këpucën e artë. Këpucën e artë. Këpucën e artë ka një ndëshmimet më të rëndësishme që ne ku marë. Lojtari më i dalluar i gjeneratës, U19, klubi futbollit Rilindja për Mal Osmani. Duar trokitje! Po, na presim një ditë me ne fështu edhe këtë. Se tash po i kemi këta lojtarë tonë fantastik që po krenohemi, nga këta tanët shqiptarë cilët pëlqenë më shumë? E Dënshë Grova. E Dënshë Grova, e Prisja, te Ronaldinja, te këtu. Po kjo? Ka këmë këtu si lojtare më e mirë në lidhjen rajlonit futbollit Prishtinës për gjeneratën U19. Duar trokitje! Lojtari më i dalluar i turneut? Për gjeneratën U9. Në Rilindja kësë turnament. Edhe kjo? Edhe këtë e më gjithë si golashënusi më i mirë për klubin KF Rilindja nga gjenerata U9. Me sfushorë dhe golashënus. 11 vjetë edhe gjithë këto suksese. Presim suksese dhe më të bla për i teje. Ta shtë shishojmë si një jullë tarshëm edhe në një kampionat botëror, unë do t'jem nështë pak edhe me një mosh tjetër, po kam me duar trokit, po kam me thirë, mali. Kus ta ka vënë emnin mal? Baboj. A baboj? Krejt baboj këtu, mos për jetë bërç mamit në ndoj gjo, ha? Sa jo mami një futbolist burë, një futbolist djallë, ko gjashtirë, ha? Po. E ka të vështirë? Po. Ha? Po. A falenderojmë edhe duar trokasin? Po. E mali ishte kënaqësi që të thamë qatë. Edhe më për mu konë shumë kënaqësi që më keni ftu edhe që për moj këtë intervjisët. Më kanë thonë se lunë ideal, veç ata më kanë thonë lunë si Messi, të na edhe ma shumë dashuri, se unë e dua Messin me shtu. Unë Barcelonën e kam dasht, jo si Barcelonë, e kam dasht si pas futbolistëve që kanë shku aty. Johan Cruyffi, për shemull, Ronaldinho, pa Messi, pa. Tash i kë, thash meta, edhe s'kam nevoj më marrë me dul kë Jamal. A Jamala, që ka emin? Lamin Jamal. Lamin Jamal. Unë e presë që ti me na lujtë bashkë si Lamin Jamal në të ardhmen edhe na me të duar trokite, me na sjell trofeje, jo veç për veti, po edhe për gjithë shqiptarin. Shpresoj që edhe më këmë e lu në Barcelonë edhe me këmë maj mirë se Lamin Jamal. Ishte nga qitë në shumë pasere, të më dirë shumë. Edhe po më shumë këmë knasi. Jem të shipe sa pëll dhe gjone, ju të rednona me gjysëm zone. Vlatë nones po mos jashtojme, për bashkim duar t'i shtërgojme. Katolike muslimane, jemi vlazet, po e kemi një nome. Jo qakmarje pash zotin vlazen, jo një tjetrit ti shkojna në darsëm. Që ta pushton
na kështu jemi me Zotin. Hapni zemrat burrat e dhevten, ta maj fjallën o të skëndër belten. E porosito gazdriotit, se na kështu Zoti dali me kombe. Sikur qonë fmija për nomen, qonë Prishtina o për Tironen. Qonë mesazhe dhe qameria, unitet lete ke Shqipënia. Qonë mesazh shkupi e ulqinin, forca jon është veç bashkimin. Jemi t'bite në Shqipen, ta bashkojmë Shqipnin e diniken. Jemi t'bite në Shqipen, i ta bashkojmë o Shqipnin e diniken. Prit naim se I kam veç nja 2 fjallë për të gjitha femnat. Nëse dojmë mu dok bukur që të bashkësione, sonte, komod, me shkëllqy, është një vajzë e cila e quhet Meliza Zeqiri dhe e gjeni në rrugën Marrën Fejza këtu në Prishtinë, në numër telefoni 044-123-940 dhe në Instagram apo rrjetet sociale I ndiqni Meliza.Zeqiri. Kreatore e re, një vajzë, një bashkëpunëtore tepër e mirë. Me shumë invencion. E po ishte kjo e tëra. Plani mirë, rëndroni bukur, zorën e pate, natën e mirë, ju pasim javës tjetër.